Në këtë moment, ndërsa po lexoni këto fjalë, një satelit artificial po qarkullon rreth Hënës në një distancë prej vetëm 180 kilometrash nga sipërfaqja e saj. Çdo 90 minuta, ai kalon mbi anën e errët të satelitit ton natyror, atë pjesë që nuk e kemi parë kurrë nga toka. Por këtu është çështja që do t'ju bëj të ndaleni për një moment. Çdo herë që sateliti kalon mbi këtë zonë, ai humbet çdo kontakt me tokën për 43 minuta. Asnjë sinjal radio, asnjë transmetim, heshtje absolute. Dhe gjatë këtyre 43 minutave, diçka e çuditshme ndodh me instrumentet matëse. Temperatura rritet papritur me 7 gradë. Magnetometri regjistron anomali që nuk mund të shpjegohen me gjeologjinë e njohur hënore. Dhe kur sateliti del përsëri në anën e dukshme, të dhënat e regjistruara shfaqin një boshllëk kohor prej 5 sekondash që askush nuk mund ta shpjegojë. Kjo nuk është teori konspirative. Kjo është realiteti i misioneve hënore që NASA ka kryer që nga viti 1968. Por pse kjo heshtje? Pse kjo mungës informacioni? Dhe më e rëndësishmja, Çfarë po ndodh vërtet në anën e errët të Hënës? Unë e kuptoj plotësisht se në çfarë po mendoni tani. Teoritë konspirative për Hënën janë kaq të shumta sa janë bërë pjesë e kulturës populore. Baza të fshehta jashtëtoksore, struktura artificiale, monumente të lëna nga qytetërime të lashta. Por këtu është dalimi kritik. Ajo që po diskutojmë sot nuk bazohet në fotografi të manipuluara apo dëshmi anekdotike. Po flasim për anomali të dokumentuara nga NASA, Agjencia Hapësinore Evropiane dhe Agjencia Hapësinore Kineze. Po flasim për të dhëna shkencore që shkencëtarët nuk mund t'i shpjegojnë plotësisht edhe sot. Le të fillojmë me një fakt themelor që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë plotësisht. Ajo që ne quajmë ana e errët e Hënës nuk është vërtet e errët. Në kuptimin e mungesës së dritës, dielli e ndriçon atë pikërisht si anën që ne shohim nga toka. Termi i saktë është ana e largët, dhe arsyeja pse ne nuk e shohim kurrë këtë anë është një fenomen i quajtur bllokimi i baticës. Hëna rrotullohet rreth boshtit të saj me të njëjtën shpejtësi me të cilën rrotullohet rreth tokës, gjë që do të thotë se e njëjta anë është gjithmonë e kthyer drejt nesh. Kjo nuk është rastësi. Është rezultati i forcave gravitacionale që kanë vepruar për miliarda vjet, duke ngadalësuar rrotullimin e Hënës derisa të dy lëvizjet u sinkronizuan. Por këtu fillon misteri i vërtet. Kur njerëzit e parë pan fotografitë e anës së largët të Hënës në vitin 1959, ata mbetën të shokuar. Sonda sovjetike Luna 3 transmetoi 27 fotografi të cilësisë së ulët dhe ato që shfaqen ishte diçka plotësisht e papritur. Ana e largët ishte rrënjësisht e ndryshme nga ana e dukshme. Ndërsa ana që ne shohim nga toka është e mbushur me maria, ato fusha të mëdha bazaltike të errëta që formohen nga lava e lashtë, ana e largët është pothuajse plotësisht e privuar prej tyre. Në vend të kësaj, ajo është e mbulluar me kratera, male, deformacione që nuk i ngjajnë asgjëje që kemi parë në anën e dukshme. Kjo asimetri e thellë ngriti pyetje të menjëhershme. Pse dy anët e të njëjtit trup qiellor janë kaq dramatikisht të ndryshme? Teoria e pranuar ishte se kjo kishte të bënte me trashësinë e korres hënore. Ana e largët ka një korr mesatarisht 15 kilometra më të trashë se ana e dukshme. Kjo do të thotë se kur Hëna ishte ende e nxehtë dhe lava rrjedhte në sipërfaqe, ishte shumë më e vështirë për lavën të shpërthejë në sipërfaqe në anën e largët. Por kjo shpjegim ngriti një pyetje edhe më të thellë. Pse korra është më e trashë në anën e largët? Në vitin 2012, një ekip shkencëtarësh në Universiteti i Kalifornisë në Santa Cruz propozoi një teori të mahnitshme. Sipas kërkimeve të tyre, toka dikur kishte dy hëna. Hëna jon aktuale dhe një hënë më e vogël, me një diametër prej rreth 1200 kilometrash që orbitonte në të njëjtin sistem. Rreth 4 miliard vjet më parë, këto dy trupa u përplasën me një shpejtësi relativisht të ulët, rreth 3000 metra në sekond. Përplasja nuk ishte mjaft e fuqishme për të shkatëruar asnjërin prej tyre, por hëna më e vogël u shkrir me anën e largët të hënës son, duke krijuar atë shtesë të korres që shohim sot. Kjo teori shpjegon asimetrinë, por ngriti pyetje të reja. Nëse vërtet ka ndodhur një përplasje e tillë, çfarë lloj strukturash gjeologjike mund të ketë krijuar në sipërfaqe? Çfarë lloj anomalish mund të ekzistojnë në thellësi që ne nuk mund t'i shohim me teleskop? Përgjigja erdhi pjesërisht nga misionet Apollo.
Midis viteve 1968 dhe 1972, dimbjet astronaut amerikan ecën në sipërfaqen e Hënës. Por asnjëri prej tyre nuk shkoi kurrë në anën e largët. Të gjitha 6 zvarkimet e Apollo ndodhen në anën e dukshme dhe kjo nuk ishte rastësi. Për të komunikuar me tokën, astronautët kishin nevojë për një linjë të drejtpërdrejtë shikimi. Në anën e largët kjo është e pamundur. Toka është plotësisht e fshehur pas masës së Hënës. Por edhe pse astronautët nuk zbriten atje, ata fluturuan mbi të. Dhe ajo që ata raportuan ishte shqetësuese. Michael Collins, astronauti që qëndroi në orbit gjatë misionit Apollo 11, ndërsa Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin ecnin në sipërfaqe, përshkroi kalimin mbi anën e largët si përvojën më të vetmuar që një njeri mund të përjetojë. Për 45 minuta, ai ishte plotësisht i izoluar nga çdo qenie tjetër njerëzore. Asnjë sinjal radio nuk mund ta arrinte. Ai ishte më i vetmuar se çdo njeri që ka jetuar ndonjëherë. Por Collins raportoi diçka tjetër. Ai tha se kur fluturoi mbi anën e largët, instrumentet në modulin e komandës filluan të sillnin në mënyrë të çuditshme. Magnetometri shfaqi lehtësime që nuk korespondonin me asnjë model të njohur të fushës magnetike hënore. Termometri regjistroi luhatje temperature që nuk mund të shpjegoheshin me ekspozimin ndaj diellit. Dhe më e çuditshme, radioaltimetri, instrumenti që mat lartësinë mbi sipërfaqe, shfaqi një gabim prej 5 metra për një periudhë prej disa sekondash, sikur moduli i komandës papritur ishte më afër sipërfaqes se sa duhet ishte. NASA e shpjegoi këtë si interferenca elektromagnetike ose gabime instrumentale. Por kur të njëjtat anomali u raportuan nga ekuipazhet e Apollo 10, Apollo 16 dhe Apollo 17, shpjegimi filloi të dukej më pak bindës. Pastaj erdhi zbulimi që ndryshoi gjithçka. Në vitin 1978, shkencëtarët që analizonin të dhënat nga misionet Apollo zbuluan diçka të quajtur anomali masive. Këto janë zona në sipërfaqen hënore ku graviteti është dukshëm më i fortë se sa pritej. Imagjinoni një zonë ku nëse do të qëndronit atje me një peshore, do të peshonit disa gram më shumë se sa do të peshonit vetëm disa kilometra më tutje. Kjo nuk duket shumë, por në shkallë astronomike është e jashtëzakonshme. Anomalitë masive janë të përqendruara kryesisht nën Maria, fushat e mëdha bazaltike. Teoria është se ato shkaktohen nga përqendrimi i lartë i materialeve të dendura, ndoshta nga impaktet e mëdha të asteroidëve që krijuan Maria në fillim. Por këtu është problemi. Disa nga anomalitë më të forta masive janë në anën e largët, në zona ku nuk ka Maria. Nuk ka fusha bazaltike. Nuk ka shenja të dukshme të impakteve masive që mund të shpjegonin përqendrimin e tillë të materialit të dendur. Një nga këto anomali ndodhet në një krateri të quajtur Aitken Basin në polin jugor të anës së largët. Ky është krateri më i madh dhe më i thellë në të gjithë sistemin diellor që ne njohim, me një diametër prej 2500 kilometrash dhe një thellësi që arrin deri në 13 kilometra. Kur shkencëtarët matën anomalinë masive këtu, ata zbuluan diçka të pabesueshme. Në qendrën e kraterit ka një përqendrim mase që është ekuivalent me një asteroid metalik me një diametër prej rreth 200 kilometrash, i varrosur disa qindra kilometra nën sipërfaqe. Kjo ngriti një pyetje të thjeshtë por shqetësuese. Si arriti një asteroid kaq i madh të mbetet i paprekur nën sipërfaqe? Kur një asteroid godet një sipërfaqe planetare me shpejtësi kozmike, ai zakonisht shkatërohet plotësisht nga energjia e impaktit. Materiali i tij shpërndahet në një zonë të gjerë, por këtu duket sikur asteroidi thjesht u zhit nën sipërfaqe dhe qëndroi atje, pothuajse i paprekur. Në vitin 2019, një mision kinez i quajtur Chang'e 4 u bë misioni i parë që zbriti në anën e largjet të Hënës. Roveri i vogël i quajtur U2D filloi të eksplorojë sipërfaqen dhe të transmetojë të dhëna. Dhe brenda javëve të para, ai zbuloi diçka që shkencëtarët nuk e pritnin. Në një krateri të vogël, rreth 180 metra nga vendi i zbritjes, U2D fotografoi një substancë me një ngjyrë dhe teksturë të pazakontë. NASA e përshkroi atë si gjel me ngjyrë. Shkencëtarët kinezë ishin më të kujdesshëm në përshkrimin e tyre, duke thënë vetëm se ishte material me reflektim të pazakontë. Analiza spektroskopike sugjeroi se materiali mund të ishte qelç i formuar nga nxehtësia e jashtëzakonshme e një impakti të asteroidit. Por përbërja kimike nuk përputhej plotësisht me asnjë lloj qelçi, impakti që ishte parë më parë. Kishte elemente gjurmë që nuk duhej të ishin atje.
Kishte një raport izotopik që sugjeronte një origjinë jo hënore. Kur NASA u pyet për këtë zbulim, përgjigja zyrtare ishte se materiali ishte ndoshta nga një meteorit i ri që kishte goditur zonën. Por kjo shpjegim nuk përputhej me faktet. Krateri ku u gjet materiali ishte qartësisht i vjetër, me miliona vjet. Nuk ishte shenja të një impakti të fundit. Dhe më e rëndësishmja, materiali ishte në fund të kraterit, jo i shpërndar rreth tij siç do të pritej nga një impakt. Pastaj, në vitin 2020, ndodhi diçka që ndezi përsëri interesin për anën e largët. Një astronom amator në Gjermani, duke përdorur një teleskop relativisht modest, fotografoi një flesh drite në anën e largët të hënës. Fleshi zgjati vetëm 1/3 sekonde, por ishte mjaft i ndritshëm për t'u kapur në video. Kur ai raportoi zbulimin, NASA fillimisht e hodhi poshtë atë si një gabim në kamerë ose një reflektim. Por pastaj, 2 astronomet të tjerë në vende të ndryshme raportuan se kishin parë të njëjtin flesh në të njëjtën kohë. Analiza e videos tregoi se fleshi kishte ndodhur në një zonë të quajtur Mare Moscoviense, një nga maria e pakta në anën e largët. Energjia e liruar ishte ekuivalente me shpërtimin e rreth 5 ton tritol. Shpjegimi zyrtar ishte se ishte një meteorit i vogël që kishte goditur sipërfaqen, por kjo ngriti pyetje. Pse 3 vëzhgues të pavarur në vende të ndryshme të gjithë ndodhen të shikonin hënën në të njëjtën kohë? Dhe pse fleshi ndodhi në një zonë ku nuk ishte pasur aktivitet të raportuar për dekada? Tani, le të bëjmë një eksperiment mandor. Imagjinoni se jeni një shkencëtar që punon për NASA në vitet e hershme të programit Apollo. Ju keni akses në të gjitha të vënat në misionet, të gjitha fotografit, të gjitha raportet e astronautëve. Dhe ju filloni të vini re një model. Çdo herë që një mision fluturon mbi një zonë të caktuar në anën e largët, instrumentet shfaqin anomali. Çdo herë që fotografohen formacione të caktuara, fotografitë duken të çuditshme, sikur diçka nuk është plotësisht e saktë me perspektivën ose ndriçimin. Çfarë do të bënit? A do ta raportonit këtë? A do të kërkonit më shumë fonde për të hetuar? Apo do të heshtnit, duke ditur se çdo raport i tillë do të shkaktonte spekulime të pakontrolluara dhe do të dëmtonte besueshmërinë e agjencisë? Kjo është pikërisht dilema me të cilën u përballën disa shkencëtarë të NASA në vitet e 70. Dhe zgjidhja që ata zgjodhen ishte një kompromis. Ata do të publikonin të dhënat, por do t'i prezantonin ato në një mënyrë që minimizonte spekulimet. Ata do të përqendroheshin në shpjegimet e mundshme natyrore dhe do të shmangnin çdo gjuhë që mund të interpretohej si sensacionaliste. Por kjo qasje kishte një pasojë të paparashikuar. Duke mos diskutuar hapur anomalit, ata krijuan një vakum informacioni që u mbush shpejt me teori konspirative. Njerëzit filluan të besojnë se NASA po fshishte diçka të madhe, diçka që do të ndryshonte kuptimin ton për vendin ton në univers. Dhe ndoshta, në një kuptim, ata kishin të drejtë. Jo sepse ka baza jashtëtoksore ose struktura artificiale në anën e largët, por sepse anomalit që ekzistojnë atje sfidojnë kuptimin ton themelor të formimit dhe evolucionit të hënës. Ato sugjerojnë se historia e sistemit tokë-hën është shumë më komplekse dhe më e çuditshme se sa mendonim. Kështu që, çfarë po ndodh vërtet në anën e largët të hënës? Përgjigja, siç do ta shohim, nuk është asaj e thjesht sa shpjegimi zyrtar i NASA, asaj dramatike sa teoritë konspirative. Por ajo që është diçka që na detyron të rishikojmë çdo gjë që menduam se dinim për satelitin ton më të afërt. Tani le të ndalemi për një moment dhe të shqyrtojmë 2 modele plotësisht të ndryshme që përpiqen të shpjegojnë këto anomali. Modeli i parë është ai që NASA dhe komuniteti shkencor mbështesin zyrtarisht, teoria e impaktit gjigant. Modeli i dytë është një hipotezë alternative që po fiton terren në qarqet akademike, por që rrallë diskutohet publikisht. Teoria e kapjes gravitacionale të dyfisht. Le të fillojmë me modelin e impaktit gjigant, sepse ai është themeli i të gjithë kuptimit ton modern për origjinën e hënës. Sipas kësaj teorie, rreth 4 miliardë 50 milion vjet më parë, një trup qiellor me madhësinë e Marsit, të quajtur Theia, u përplas me tokën e re. Energjia e liruar nga ky impakt ishte aq e madhe sa shkriri pjesën më të madhe të mantelit të tokës dhe të gjithë Theian. Materiali i shkrir u hodh në orbit dhe brenda disa mijëra vjetësh, ai u kondensua për të formuar hënën. Ky model shpjegon shumë gjëra.
Ai shpjegon pse hëna ka një densitet mesatar më të ulët se toka, sepse ajo u formua kryesisht nga materiali i mantelit, jo nga bërthama metalike. Ai shpjegon pse përbërja kimike e shkëmbinjve hënor është kaq e ngjashme me atë të mantelit të tokës. Dhe ai shpjegon pse hëna ka një korr kaq të trashë në krahasim me madhësinë e saj, sepse ajo u ftoh shpejt në hapësirë, duke lejuar që një shtresë e trashë e sipërme të ngurtësohej para se materiali i brendshëm të mund të diferencohej plotësisht. Por këtu është problemi që shkencëtarët kanë mundur ta shpjegojnë vetëm pjesërisht. Pse kora është 15 kilometra më e trashë në anën e largët? Nëse hëna u formua nga një re materiali që rrotullohej rreth tokës, do të pritej që ajo të ishte relativisht uniforme. Por ajo nuk është. Dhe kjo asimetri nuk është e vogël. 15 kilometra shtesë kore do të thotë miliarda ton shkëmb shtesë në një anë të trupit qiellor. Kjo nuk mund të ndodhë rastësisht. Një shpjegim i propozuar është se kjo lidhet me nxehtësinë e hershme të tokës. Kur hëna u formua, ajo ishte shumë më afër tokës se sa është sot, vetëm rreth 25.000 kilometra larg. Në atë distancë, nxehtësia e rrezatuar nga toka e shkrirë do të ishte e mjaftueshme për të mbajtur anën e dukshme të hënës më të nxehtë se anën e largët. Kjo do të thotë se kora do të ngurtësohej më ngadalë në anën e dukshme, duke lejuar që më shumë lava të shpërthente në sipërfaqe dhe të formonte maria. Ndërkohë, ana e largët, e mbrojtur nga nxehtësia e tokës, do të ftohej më shpejt, duke formuar një korr më të trashë që do të parandalonte shpërthimin e lavës. Kjo teori duket bindëse, por ajo nuk shpjegon gjithçka. Ajo nuk shpjegon pse anomalitë masive janë të shpërndara në mënyrë jo uniforme. Ajo nuk shpjegon pse disa kratera në anën e largët kanë thellësi që nuk korrespondojnë me madhësinë e tyre. Dhe ajo nuk shpjegon pse analiza sismike nga misionet Apollo tregoi se manteli i hënës ka një strukturë të stratifikuar që nuk përputhet me modelet e ftojes uniforme. Tani le të shqyrtojmë modelin alternativ, teorinë e kapjes gravitacionale të dyfisht. Kjo teori sugjeron se hëna nuk u formua nga një impakt i vetëm, por nga një seri ngjarjesh më komplekse. Sipas kësaj hipoteze, feja nuk u përplas drejt për drejt me tokën, por kaloi mjaft afër për të shkëmbyer material gravitacional. Kjo shkëmbim krijoi dy trupa të veçantë në orbit, hëna jon aktuale dhe një trup më të vogël që shkencëtarët e quajnë hëna e dytë. Për disa milion vjet, këto dy trupa orbituan në një rezonancë të qëndrueshme, sikur dy valle që lëvizin në harmoni. Por rezonancat orbitale janë të paqëndrueshme në shkallë kozmike. Ndikimet e vogla gravitacionale nga dielli, nga Jupiteri, madje edhe nga deformimi i baticës së tokës, ngadalë por me siguri ndryshuan orbitën e hënës së dytë. Dhe rreth 4 miliard vjet më parë, ajo orbit u bë e paqëndrueshme. Hëna e dytë filloi të afrohet me hënën kryesore, dhe më në fund, ato u përplasën. Por kjo nuk ishte një përplasje me shpejtësi të lartë. Ishte më shumë si një bashkim i ngadalt, një shkrirje e dy trupave që tashmë ishin në orbit të ngjashme. Shpejtësia relative ishte vetëm disa mijë metra në sekond, mjaft e ulët për të lejuar që materiali i hënës së dytë të depozitohej në sipërfaqe pa u shpërndar plotësisht. Dhe sepse hëna ishte tashmë e bllokuar nga batica me tokën, hëna e dytë mund të godiste vetëm anën e largët. Kjo teori shpjegon asimetrinë e kores. Ajo shpjegon pse ana e largët ka më pak maria, sepse shtresa shtesë e kores e bëri shumë më të vështirë për lavën të shpërthente. Dhe ajo shpjegon diçka tjetër që modeli i impaktit gjigant nuk mund ta shpjegojë: përqendrimin e anomalive masive në anën e largët. Nëse hëna e dytë kishte një bërtham metalike, edhe të vogël, ajo bërtham do të ishte varrosur në sipërfaqe gjatë përplasjes, dhe ajo do të krijonte pikërisht llojin e anomalive gravitacionale që ne vëzhgojmë sot. Por këtu është pjesa që bën këtë teori vërtet interesante. Ajo parashikon se në sipërfaqen e anës së largët duhet të ketë zona me përbërje kimike rrënjësisht të ndryshme nga pjesa tjetër e hënës. Duhet të ketë xhepa materiali që nuk u shkrirën plotësisht gjatë përplasjes, zona ku përbërja izotopike është e ndryshme, ku raporti i elementeve të rralla është i pazakontë. Dhe kjo është pikërisht ajo që misionet e fundit kanë filluar të zbulojnë. Në vitin 2021, një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh publikoi një analizë të detajuar të dhënave nga misioni Lunar Reconnaissance Orbiter. Ata përdorën një teknikë të quajtur gravimetri diferencial,
që matë ndryshimet shumë të vogla në forcën gravitacionale ndërsa sateliti kalon mbi zona të ndryshme. Dhe ajo që ata zbuluan ishte e mahniqme. Nën Aitken Basin, në thellësi prej rreth 500 kilometrash, ka një zonë ku densiteti i materialit është rreth 15% më i lartë se sa do të pritej. Kjo nuk është thjesht një përqendrim i shkëmbinjve të dendur. Kjo është një anomali strukturore që sugjeron praninë e një materiali me përbërje rrënjësisht të ndryshme. Analiza spektroskopike nga të njëjtat të dhëna tregoi diçka edhe më të çuditshme. Në disa kratera të thellë në anën e largët, ku impaktet e asteroidëve kanë ekspozuar shtresa të thella të kores, spektri i dritës së reflektuar tregon prania e mineraleve që zakonisht nuk gjenden në shkëmbinjt hënor. Ka gjurmë të olivinit me përbërje të pazakond, të pirokseneve me raporte të çuditshme të hekurit dhe magnezit dhe më e çuditshme të mineraleve që përmbajnë ujë të lidhur kristalografik. Uji në hën nuk është vetë një zbulim i ri, që nga viti 2009 ne e dim se ka akull uji në kraterat e errët në polet hënore, ku temperatura nuk ngrihet kurrë mbi -150 gradë Celsius. Por uji i lidhur në minerale është diçka tjetër. Ai sugjeron se këto minerale u formuan në prani të ujit, gjë që do të thotë se ato nuk mund të jenë formuar në sipërfaqen e hënës, ku çdo ujë do të avullonte menjëherë në vakum. Ato duhet të kenë ardhur nga diku tjetër. Një shpjegim i mundshëm është se këto minerale janë mbetje nga hëna e dytë, e cila mund të kishte një përbërje të ndryshme nga hëna kryesor. Nëse hëna e dytë u formua nga një pjesë ndryshme e resë së materialit pas impaktit të thejas, ajo mund të kishte përfshirë më shumë material nga shtresat e jashtme të tokës, ku uji ishte më i bollshëm. Kur ajo u përplas me hënën kryesore, këto minerale u varrosën nën sipërfaqe, ku ato mbetën të ruajtura për miliarda vjet. Por kjo teori ka një problem. Nëse hëna e dytë kishte një përbërje kaq të ndryshme, pse nuk e shohim këtë ndryshim në të gjithë anën e largët? Pse anomalit janë të përqendruara në zona specifike si Aitken Basin dhe Mare Moscoviense? Përgjigja mund të jetë në dinamikën e përplasjes. Kur dy trupa qiellor përplasen, edhe me shpejtësi relativisht të ulët, materiali nuk shpërndahet uniformisht. Ka zona ku materiali i trupit më të vogël depërton thellë nën sipërfaqe, dhe ka zona ku ai thjesht depozitohet në sipërfaqe. Nëse hëna e dytë kishte një bërtham metalike, ajo bërtham do të depërtonte më thellë se materiali i mantelit. Dhe ajo do të krijonte pikërisht llojin e anomalive masive që ne shohim në Aitken Basin. Tani le të shqyrtojmë një aspekt tjetër të kësaj teorie që rrallë diskutohet: pasojat sizmike. Nëse vërtet ka një bërtham metalike të varrosur në anën e largët, ajo do të ndikonte në mënyrën se si valët sizmike përhapen nëpër hën. Dhe kjo është pikërisht ajo që misionet Apollo zbuluan, por që nuk u shpjegua plotësisht në atë kohë. Gjatë misioneve Apollo, astronautët vendosën sismografe në 5 vende të ndryshme në anën e dukshme. Këto instrumente regjistruan tërmete hënore për 8 vjet, deri në vitin 1977. Dhe ajo që ata zbuluan ishte e çuditshme. Tërmetet hënore nuk janë si tërmetet toksore. Ato janë shumë më të dobta, por zgjasin shumë më gjatë. Një tërmet hënor mund të zgjas deri në 1 orë, ndërsa një tërmet toksor me të njëjtën magnitudë do të zgjaste vetëm disa minuta. Arsyeja është se hëna është shumë më e thatë se toka. Nuk ka ujë në shkëmbin që të absorbojë energjinë e valëve sizmike. Kështu që valët vazhdojnë të kthehen përpara e mbrapa nëpër trupin e hënës për një kohë të gjatë. Por këtu është pjesa interesante. Kur shkencëtarët analizuan shpejtësinë e valëve sizmike që kalonin nëpër hënë, ata zbuluan se ka zona ku valët ngadalsohen në mënyrë të papritur. Dhe disa nga këto zona korespondojnë me vendet ku ne tani e dim se ka anomali masive. Kjo nuk është rastësi. Valët sizmike ngadalsohen kur kalojnë nëpër material më të dendur. Nëse ka një bërtham metalike e varrosur në Aitken Basin, valët sizmike që kalojnë nëpër atë zonë do të ngadalsohen. Dhe kjo është pikërisht ajo që të dhënat tregojnë. Por këtu është problemi. Sismografet e Apollo ishin të gjithë në anën e dukshme. Ata nuk mund të mbanin valë sizmike që origjinoheshin në anën e largët. Kështu që të dhënat tona janë të kufizuara. Ne mund të shohim vetëm valët që kanë kaluar nëpër të gjithë trupin e hënës dhe kanë arritur në anën e dukshme. Dhe kjo do të thotë se ne po humbasim informacion kritik për strukturën e brendshme të anës së largët. Në vitin 2023, Kina njoftoi planet për të vendosur një rrjet sismografesh në anën e largët si pjesë e misionit Chang'e 6.
Nëse ky mision ka sukses, ai do të na jap të dhënat e para të drejtpërdrejta për strukturën sismike të anës së largët. Dhe ato të dhëna mund të konfirmojnë ose të hedhin poshtë teorinë e hënës së dytë një herë për gjithmonë. Por edhe pa këto të dhëna, ka prova të tjera që mbështesin teorinë. Një nga më bindëset është shpërndarja e kratereve. Kur shkencëtarët analizuan fotografitë me rezolucion të lartë të anës së largët, ata zbuluan se kratera në zona të caktuara kanë një shpërndarje statistikore të çuditshme. Ka më shumë kratera të mëdha dhe më pak kratera të vogla, se sa do të pritej nga një proces i rastësishëm i bombardimit nga asteroide. Kjo sugjeron se sipërfaqja në këto zona është më e re se sa duket, se ka pasur një ngjarje që ka fshirë kratera të vjetra dhe ka krijuar një sipërfaqe të re. Nëse hëna e dytë u përplas me anën e largët rreth 4 miliard vjet më parë, ajo do të kishte krijuar pikërisht këtë lloj modeli. Përplasja do të kishte fshirë kratera ekzistuese në zonën e impaktit dhe do të kishte krijuar një sipërfaqe relativisht të lëmuar. Pastaj, gjatë miliarda vjetëve të ardhshme, kjo sipërfaqe do të ishte bombarduar nga asteroide, duke krijuar kratera të reja. Por sepse sipërfaqja filloi si e re, shpërndarja e kratereve do të ishte e ndryshme nga zonat që nuk u prekën nga përplasja. Tani le të shqyrtojmë një aspekt tjetër të kësaj teorie që ka implikime edhe më të thella. Përbërjen kimike të shkëmbinjve hënor. Kur astronautët e Apollo sollën mostra shkëmbinjsh nga hëna, Analiza e tyre zbuloi diçka të papritur. shkëmbinjt hënor kanë një raport izotopik të oksigjenit që është pothuajse identik me atë të shkëmbinjve toksor. Kjo ishte një nga provat kryesore për teorinë e impaktit gjigant, sepse ajo sugjeronte se hëna dhe toka u formuan nga i njëjti material. Por këtu është problemi. Nëse hëna u formua nga një përplasje midis tokës dhe thejas, do të pritej që ajo të kishte një përzierje të materialit nga të dy trupat. Dhe theja, duke qenë një trup i pavarur që u formua në një pjesë tjetër të sistemit diellor, duhet të kishte një raport izotopik të ndryshëm. Por shkëmbinjt hënor nuk tregojnë këtë. Ata duken sikur janë formuar plotësisht nga materiali toksor. Një shpjegim i mundshëm është se theja u formua në të njëjtën orbit me tokën në një nga pikat e quajtura Lagrange, ku forcat gravitacionale nga dielli dhe toka janë në ekuilibër. Nëse kjo është e vërtet, theja do të kishte u formuar nga i njëjti material me tokën Dhe do të kishte të njëjtin raport izotopik. Por kjo teori ka problemet e veta, sepse simulimet kompjuterike tregojnë se trupat në pikat Lagrange janë të paqëndrueshëm dhe do të largoheshin brenda disa milion vjetësh. Një shpjegim alternativ është se materiali u përzie plotësisht gjatë impaktit. Energjia e liruar ishte aq e madhe sa shkriri të dy trupat plotësisht, duke krijuar një oqean magme që mbullonte të gjithë tokën dhe materialin që u hodh në orbit. Në këtë oqean magme, materiali nga toka dhe theja u përzien në nivel atomik, duke krijuar një përbërje uniforme. Kjo do të shpjegonte pse shkëmbinjt hënor kanë të njëjtin raport izotopik me shkëmbinjt toksor. Por edhe ky shpjegim ka një problem. Nëse materiali u përzie plotësisht, Pse ka anomali në përbërjen kimike të disa shkëmbinjve hënor? pse ka minerale me përbërje të pazakontë në anën e largët? Përgjigja mund të jetë se përzierja nuk ishte plotësisht uniforme. Mund të ketë pasur xhepa, materiali që nuk u shkrirën plotësisht, zona ku përbërja origjinale u ruajt. Dhe nëse hëna e dytë u formua nga një nga këto xhepa, ajo do të kishte një përbërje të ndryshme nga hëna kryesore. Kjo na çon në një pyetje thelbësore. Si mund ta testojmë këtë teori? Çfarë lloj provash do të na nevojiteshin për të konfirmuar ose hedhur poshtë teorinë e hënës së dytë? Përgjigjja është e thjeshtë, në teori, por e vështirë në praktik. Na duhen mostra shkëmbinjsh nga ana e largët. Të gjitha mostrat që kemi sot janë nga ana e dukshme. Nëse teoria e hënës së dytë është e saktë, shkëmbinjt nga ana e largët duhet të kenë një përbërje të ndryshme. Ata duhet të kenë raporte izotopike të ndryshme, minerale të ndryshme, Ndoshta edhe gjurmë të elementeve që nuk gjenden në shkëmbinjt nga ana e dukshme. Misioni Chang'e 5 i Kinës, i kryer në vitin 2020, solli mostrat e para nga ana e largët. Por këto mostra ishin nga një zonë relativisht e vogël dhe analiza e tyre është ende në vazhdim. Rezultatet paraprake tregojnë se ka disa ndryshime në përbërjen minerale, por nuk është e qartë nëse këto ndryshime janë mjaft të mëdha për të mbështetur teorinë e hënës së dytë.
Ajo që na nevojitet është një mision që të marrë mostra nga zonat të ndryshme të anës së largët, veçanërisht nga Aitken Basin dhe nga zonat ku ka anomali masive. Vetëm atëherë do të mund të krahasojmë drejt për drejt përbërjen e shkëmbinjve nga të dy anët dhe të shohim nëse ka dallime sistematike. Dhe vetëm atëherë do të mund të dimë me siguri nëse teoria e hënës së dytë është e saktë. Por edhe pa këto mostra ka një mënyrë tjetër për të testuar teorinë: simulime kompjuterike. Në vitet e fundit, fuqia e kompjuterëve ka rritur aq shumë sa tani është e mundur të simulohet një përplasje hënore me detaje të pabesueshme. Këto simulime mund të tregojnë se si materiali do të shpërndahej gjatë përplasjes, ku do të depozitohej bërthama metalike dhe çfarë lloj anomalish gravitacionale do të krijoheshin. Në vitin 2022, një ekip nga Universiteti Durham në Mbretërinë e Bashkuar kreu simulimin më të detajuar deri tani të një përplasje midis hënës dhe një trupi më të vogël. Ata përdorën një teknik të quajtur hidrodinamik e lëmuara e grimcave, që modelon çdo trup qiellor si një koleksion prej miliona grimca që ndërveprojnë gravitacionalisht. Simulimi zgjati 6 muaj në një superkompjuter dhe prodhoi rezultate të mahnitshme. Sipas simulimit, kur hëna e dytë u përplas me hënën kryesore, materiali nuk u shpërnda uniformisht. Bërthama metalike e hënës së dytë depërtoi thellë nën sipërfaqe, duke krijuar një zonë me densitet të lartë, pikërisht në vendin ku ne shohim anomalinë masive më të madhe sot. Materiali i mantelit u depozitua në sipërfaqe duke krijuar shtresën shtesë të kores që shohim në anën e largët, dhe disa xhepa materiali nuk u shkrirën plotësisht, duke krijuar zona me përbërje të pazakontë që korespondojnë me vendet ku misionet e fundit kanë zbuluar minerale të çuditshme. Por simulimi tregoi edhe diçka tjetër. Ai tregoi se përplasja do të kishte krijuar një valë sizmike masive, që do të kishte udhëtuar nëpër të gjithë trupin e hënës. Kjo valë do të kishte shkaktuar qarje dhe thyerje në koren e hënës, duke krijuar rrjete të frakturave që do të mund të shihen edhe sot. Dhe ku shkencëtarët krahasuan këto parashikime me fotografitë me rezolucion të lartë të anës së largët, ata zbuluan se vërtet ka rrjete frakturash në vendet e parashikuara nga simulimi. Kjo nuk është provë përfundimtare, por është një tregues i fortë se teoria e hënës së dytë mund të jetë e saktë. Dhe nëse është e saktë, ajo do të ndryshojë rrënjësisht kuptimin ton për historinë e hershme të sistemit tok-hën. Ajo do të thotë se formimi i hënës nuk ishte një ngjarje e vetme, por një proces i zgjatur që zgjati disa milion vjet. Ajo do të thotë se hëna që ne shohim sot është rezultati të paktën 2 ngjarjeve të mëdha impakti, jo vetëm një. Dhe ajo do të thotë se ana e largët e hënës nuk është thjesht një anë e fshehur, por një dëshmi e ruajtur e një ngjarjeje kozmike që ndodhi 4 miliard vjet më parë. Por le të jemi të qartë, teoria e hënës së dytë nuk është e pranuar universalisht. Shumë shkencëtarë mbeten skeptik duke argumentuar se nuk ka prova të mjaftueshme për të justifikuar një teori kaq radikale. Ata thonë se anomalitë mund të shpjegohen me procese gjeologjike më të thjeshta, se asimetria e kores mund të jetë rezultati i ftohjes jo uniforme, dhe se mineralet e pazakonta mund të jenë thjesht variante të rralla që nuk janë zbuluar më parë. Kjo është mënyra se si shkenca funksionon. Një teori e re nuk pranohet derisa ka prova të mjaftueshme për ta mbështetur atë. Dhe në rastin e teorisë së hënës së dytë, provat janë ende të kufizuara. Por ato që kemi janë intriguese. Ato sugjerojnë se diçka e pazakontë ka ndodhur në anën e largët të hënës, diçka që nuk mund të shpjegohet plotësisht me teorinë standarde të impaktit gjigant. Dhe kjo na çon në pyetjen që do të eksplorojmë në pjesën tjetër. Nëse teoria e hënës së dytë është e saktë, çfarë implikimesh ka kjo për kuptimin ton të sistemit diellor në tërësi? Nëse hëna jon është rezultati 2 impakteve të mëdha, sa të zakonshme janë ngjarje të tilla? A mund të kenë hënat e tjera në sistemin diellor një histori të ngjashme? Dhe më e rëndësishmja, çfarë na tregon kjo për procesin e formimit planetar në përgjithësi? Në vitin 2015, një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh publikoi një studim që shkaktoi debat të ashpër në komunitetin shkencor. Ata kishin analizuar të dhënat gravitacionale nga misioni Grail dhe kishin zbuluar diçka që nuk përputhej me asnjë model ekzistues të strukturës së brendshme hënore. Në Aitken Basin, në thellësi që arrinin deri në 800 kilometra, kishte një zonë ku densiteti i materialit ndryshonte në mënyrë të papritur. Ishte sikur të kishte një kufi të qartë midis 2 llojeve të ndryshme shkëmbinjsh,
një linjë ndarëse që nuk duhet të ekzistonte sipas teorive tona aktuale të diferencimit planetar. Kur një trup qiellor formohet, materiali i tij ngrohet nga energjia e përplasjes dhe nga rrezatimi radioaktiv. Materiali më i rënd, kryesisht hekuri dhe nikeli, fundoset drejt qendrës duke formuar bërthamën. Materiali më i lehtë ngrihet në sipërfaqe duke formuar mantelin dhe korën. Ky proces quhet diferencim gravitacional dhe ndodh gradualisht pa kufi të qartë. Por ajo që shkencëtarët zbuluan në Aitken Basin ishte e kundërta. Një kufi i mpreth, pothuajse si një sipërfaqe e ngurtë që ndante dy zona me përbërje krejtësisht të ndryshme. Një nga autorët e studimit, një geofizikan nga Instituti Teknologjik i Kalifornisë, propozoi një shpjegim që në fillim u duki çmendur. Ai tha se kufiri mund të ishte sipërfaqja e jashtme e një trupi më të vogël që ishte varrosur nën sipërfaqen hënore. Me fjalë të tjera, nën Aitken Basin mund të kishte një hën tjetër, pothuajse të paprekur, e mbulluar nga shtresa të trasha materiali nga hëna kryesore. Kjo do të shpjegonte pse kufiri ishte aq i mpreth. Nuk ishte një tranzicion gradual midis dy llojeve shkëmbinjsh, por një sipërfaqe fizike midis dy trupave të ndryshëm. Por kjo teori ngriti një pyetje thelbësore që shkoi përtej gjeologjisë hënore. Nëse vërtet ekziston një trup i tërë i varrosur në sipërfaqen e hënës, çfarë do të thotë kjo për ligjet tona të fizikës planetare? Çfarë do të thotë kjo për mënyrën se si ne kuptojmë procesin e përplasjeve kozmike? Sipas modeleve tona aktuale, kur dy trupa qiellor përplasen me shpejtësi të lartë, ata duhet të shkrihen pothuajse plotësisht. Energjia kinetike zhderrohet në nxehtësi, duke ngritur temperaturën e materialit deri në disa mijëra gradë. Në këto kushte, shkëmbinjt bëhen të lëngshëm si uji dhe dy trupat përzihen si dy pika uji që bashkohen. Nuk duhet të mbetet asnjë strukturë ruajtur nga trupi më i vogël. Por nëse teoria e hënës së dytë është e saktë, kjo do të thotë se modelet tona janë të pasakta. Do të thotë se ka kushte ku një përplasje mund të ndodhë me shpejtësi mjaft të ulët sa trupi më i vogël të mos shkrihet plotësisht. Do të thotë se fizika e përplasjeve kozmike është më komplekse se sa menduam. Kjo na çon në një nga paradokset më të thella të shkencës planetare moderne, paradoksin e shpejtësisë së përplasjes. Për të kuptuar këtë paradoks, duhet të shqyrtojmë se si formohen hënat në sistemin diellor. Teoria standarde thotë se hënat formohen në një nga tre mënyra. E para është kapja. Një trup i vogël kalon shumë afër një planeti dhe kapet nga graviteti i tij. E dyta është bashkëformimi. Hëna formohet nga i njëjti disk materiali që formon planetin. E treta është impakti. Një përplasje e madhe hedh material në orbit që më pas bashkohet për të formuar një hënë. Hëna jon, sipas teorisë së pranuar, u formua nga impakti. Por këtu është paradoksi. Nëse impakti ishte mjaft i fuqishëm për të hedhur material në orbit, ai duhet të kishte qenë gjithashtu mjaft i fuqishëm për të shkrirë plotësisht të dy trupat. Dhe nëse të dy trupat u shkrirën plotësisht, nuk duhet të kishte mbetur asnjë strukturë ruajtur. Pra si mund të ekzistojë një trup i tërë i varrosur në sipërfaqen e hënës? Përgjigja mund të qëndrojë në një koncept që shkencëtarët e quajnë regjimi i përplasjes me shpejtësi të ulët. Imagjinoni dy topa argjile që lëvizin njëri drejt tjetrit. Nëse ata përplasen me shpejtësi të lartë, ata do të shpërfejnë në copa të vogla. Por nëse ata përplasen me shpejtësi të ulët, ata thjesht do të ngjiten së bashku duke ruajtur formën e tyre origjinale. Diçka e ngjashme mund të ketë ndodhur me hënën dhe hënën e dytë. Nëse hëna e dytë u formua në të njëjtën orbit me hënën kryesore në një nga pikat Lagrange, ajo do të kishte lëvizur me shpejtësi relativisht të ulët në lidhje me hënën. Kur orbitat e tyre përfundimisht u paqëndruan dhe dy trupat u afruan, përplasja do të kishte ndodhur me shpejtësi vetëm disa kilometra në sekond, jo 10 kilometra në sekond si në një përplasje tipike. Në këtë regjim, energjia e liruar do të ishte mjaft e ulët sa materiali nuk do të shkrihej plotësisht. Bërthama metalike e hënës së dytë do të mund të depërtonte në sipërfaqe pa u shpërndar. Manteli i saj do të mund të depozitohej në sipërfaqe duke ruajtur disa nga strukturat e tij origjinale. Dhe kjo do të shpjegonte pse shohim një kufi të mpret në Aitken Basin. Por edhe ky shpjegim ka problemet e veta. Nëse përplasja ndodhi me shpejtësi kaq të ulët, pse krijoi një krater i kaq të madh? Aitken Basin është krateri më i madh në sistemin diellor që ne njohim. Formimi i tij duhet të kishte kërkuar një sasi të jashtëzakonshme energjie. Si mund të pajtojmë këtë me idenë e një përplasje me shpejtësi të ulët?
Përgjigja mund të jetë se energjia nuk erdhi vetëm nga shpejtësia e përplasjes, por edhe nga masa e hënës së dytë. Edhe nëse shpejtësia ishte e ulët, nëse masa ishte mjaft e madhe, energjia totale do të ishte ende e jashtëzakonshme. Dhe kjo na çon në një pyetje tjetër. Sa e madhe ishte hëna e dytë? Bazuar në madhësinë e anomalisë masive në Aitken Basin, shkencëtarët kanë llogaritur se hëna e dytë duhet të kishte një diametër prej rreth 1200 kilometrash. Kjo është rreth 1/3 e madhësisë së hënës aktuale. Për krahasim, hëna ka një diametër prej 3500 kilometrash. Pra hëna e dytë nuk ishte një trup i vogël, ishte një hënë e vërtetë, mjaft e madhe për të pasur bërtamën e vet metalike dhe strukturën e vet të brendshme të diferencuar. Nëse kjo është e saktë, ajo do të thotë se sistemi tok-hën dikur kishte 2 hëna, jo 1. Dhe kjo ngre një pyetje fascinuese. A mund të ketë pasur edhe më shumë? A mund të ketë pasur 3 ose 4 hëna të vogla që orbitonin rreth tokës në ditët e hershme të sistemit diellor? Kjo nuk është aq e çmendur sa duket. Simulimet kompjuterike të impaktit gjigant tregojnë se sasia e materialit të hedhur në orbit ishte mjaft e madhe për të formuar disa hëna. Materiali fillimisht do të kishte formuar një unazë rreth tokës e ngjashme me unazat e Saturnit. Pastaj, gjatë mijëra vjetëve, materiali në këtë unazë do të ishte bashkuar për të formuar trupa më të mëdhenj. Shumica e këtyre trupave do të kishin rënë përsëri në tokë ose do të ishin hedhur jashtë sistemit në ndërveprimet gravitacionale. Por disa mund të kenë mbijetuar mjaft gjatë për të formuar hëna të qëndrueshme, dhe nëse 2 prej këtyre hënave përfundimisht u përplasën, rezultati do të ishte hëna që ne shohim sot. Kjo teori ka një implikim të mahnitshëm. Nëse sistemi tok-hën kaloi nëpër një fazë me shumë hëna, sistemet të tjera planetare mund të kalojnë nëpër të njëjtën fazë. Marsi, për shembull, ka 2 hëna të vogla, Phobos dhe Deimos. A mund të jenë këto mbetjet e një sistemi më të madh që dikur kishte më shumë hëna? A mund të ketë pasur një hënë të madhe të Marsit që u shkatërrua në një përplasje duke lënë vetëm këto 2 fragmente? Dhe çfarë të themi për planetet gjigant? Jupiteri ka 85 hëna të njohura, Saturni ka 123. A mund të kenë disa prej këtyre hënave një histori të ngjashme me hënën tonë? A mund të kenë ato gjithashtu kaluar në përplasje që krijuan strukturat e çuditshme që shohim sot? Këto pyetje na çojnë në një fushë të re kërkimi që shkencëtarët e quajnë dinamike hënave. Është studimi i mënyrës se si hënat formohen, evoluojnë dhe ndërveprojnë me njëra tjetrën. Dhe ajo që po zbulojmë është se sistemi diellor është shumë më dinamik se sa menduam. Hënat nuk janë thjesht trupa të ftohtë që orbitojnë në heshtje rreth planetëve të tyre. Ato janë pjesëmarrës aktiv në një balet kozmik që ka zgjatur miliarda vjet. Por le të kthehemi në hënën tonë dhe në pyetjen që na ka shoqëruar gjatë gjithë këtij udhtimi. Çfarë po fsheh vërtet ana e largët? Deri tani kemi diskutuar anomalitë gjeologjike, teorinë e hënës së dytë dhe implikimin e kësaj teorie për kuptimin tonë të sistemit diellor. Por ka një aspekt tjetër të kësaj historie që nuk kemi prekur ende. Çfarë do të thotë kjo për mundësinë e jetës në sistemin tok-hën? Kjo mund të duket si një kërcim i çuditshëm në logjik. Çfarë lidhje ka gjeologjia hënore me jetën? Por lidhja është më e thellë se sa duket. Hëna luan një rol kritik në stabilitetin e tokës. Graviteti i saj mban boshtin e rrotullimit të tokës në një kënd relativisht të qëndrueshëm, duke parandaluar luhatje të mëdha që do të shkaktonin ndryshime drastike klimatike. Pa hënën, boshti i tokës do të luhatet me 10 gradë gjatë miliona vjetëve, duke bërë klimën e paqëndrueshme dhe duke e bërë evolucionin e jetës komplekse shumë më të vështirë. Por madhësia e hënës është gjithashtu e rëndësishme. Nëse hëna do të ishte shumë më e vogël, ajo nuk do të kishte forcë të mjaftueshme gravitacionale për të stabilizuar boshtin e tokës. Nëse do të ishte shumë më madhe, forcat e baticës që ajo krijon do të ishin aq të forta sa do të ngrinin temperaturën në brendësi të tokës, duke shkaktuar aktivitet vulkanik të tepruar që do të bënte sipërfaqen të pabanueshme. Pra madhësia aktuale e hënës është në një zonë të ngushtë që lejon jetën komplekse në tokë. Dhe nëse teoria e hënës së dytë është e saktë, kjo madhësi nuk është rastësi. Ajo është rezultati i një procesi të zgjatur që përfshiu të paktën 2 ngjarje të mëdha impakti dhe ndoshta edhe më shumë. Kjo na çon në një nga pyetjet më të mëdha në shkencën planetare. Sa të zakonshme janë sistemet si tok-hën?
Sa shpesh formohen planeta me hëna mjaft të mëdha për të stabilizuar boshtin e tyre? Deri kohët e fundit, ne nuk ishim mënyrë për t'ju përgjigjur kësaj pyetje. Por tani, me zbulimin e mijëra egzoplanetëve, po fillojmë të kemi një ide. Dhe ajo që po zbulojmë është se sistemet si yni mund të jenë më të rralla se sa menduam. Shumica e egzoplanetëve që kemi zbuluar janë ose gjigant gazor që orbitojnë shumë afër yjeve të tyre, ose planeta shkëmbore që janë shumë më të mëdhenj se Toka. Planet me madhësinë e Tokës që orbitojnë në zonën e banueshme të yjeve të tyre janë relativisht të rrallë. Dhe nga këta, ne nuk kemi mënyrë të drejt për drejt për të zbuluar nëse ata kanë hëna. Por ka një mënyrë indirekte. Kur një planet kalon përpara illit të tij nga perspektiva jon, ai bllokon një pjesë të vogël të dritës së illit. Nëse planeti ka një hënë të madhe, hëna gjithashtu do të bllokojë dritë duke krijuar një sinjal të dytë më të vogël. Duke analizuar këto sinjale me kujdes, shkencëtarët mund të zbulojnë praninë e hënave të mëdha. Deri tani, kjo teknikë ka zbuluar vetëm disa kandidatë të mundshëm për egzona, dhe asnjë prej tyre nuk është konfirmuar ende. Por edhe nëse konfirmohen, ato do të jenë hëna shumë më të mëdha se hëna jon, me matësi të krahasueshme me Tokën. Hëna jon, me vetëm 1/100 e masës së Tokës, do të ishte shumë e vogël për të zbuluar me teknologjinë aktuale. Kjo do të thotë se ne ende nuk e dim sa të zakonshme janë sistemet si Tokë-hën. Mund të jenë të zakonshme ose mund të jenë jashtëzakonisht të rralla. Dhe nëse janë të rralla, kjo do të kishte implikime të thella për pyetjen e jetës në univers. Nëse hënat e mëdha janë të nevojshme për të stabilizuar boshtin e një planeti dhe për të lejuar evolucionin e jetës komplekse, atëherë jeta komplekse mund të jetë shumë më e rrallë se sa menduam. Mund të ketë miliarda planeta shkëmbore në zonën e banueshme të yjeve të tyre, por nëse ata nuk kanë hëna të mëdha, ata mund të mos kenë kur klimë të qëndrueshme për periudha mjaft të gjata për të lejuar evolucionin e jetës komplekse. Kjo teori quhet hipoteza e hënës së rrallë dhe është një nga shpjegimet e mundshme për paradoksin e Fermi. Pyetjen se pse, nëse universi është kaq i madh dhe i vjetër, ne nuk kemi parë ende prova të qarta të jetës inteligjente jashtëtoksore. Por le të jemi të kujdesshëm këtu. Hipoteza e hënës së rrallë është ende shumë spekuluese. Ne nuk e dim me siguri nëse hënat e mëdha janë vërtet të nevojshme për jetën komplekse. Mund të ketë mënyra të tjera për të stabilizuar boshtin e një planeti. Mund të ketë forma jete që nuk kërkojnë klimë të qëndrueshme. Dhe mund të ketë civilizime që kanë zgjidhur problemin e paqëndrueshmërisë klimatike me teknologji që ne nuk mund ta imagjinojmë. Por ajo që hipoteza na tregon është se hëna jon mund të jetë shumë më e rëndësishme për ekzistencën tonë se sa menduam. Ajo nuk është thjesht një trup i bukur në qiellin e natës. Ajo është një pjesë thelbësore e sistemit që ka bërë të mundur jetën në Tokë. Dhe nëse teoria e hënës së dytë është e saktë, kjo do të thotë se formimi i hënës ishte një proces edhe më kompleks dhe më delikat se sa menduam. Nuk ishte thjesht një përplasje e vetme që hodhi material në orbit. Ishte një seri ngjarjesh që zgjatën miliona vjet, secila prej të cilave duhej të ndodhte në mënyrën e duhur për të prodhuar rezultatin që shohim sot. Kjo na çon në një pyetje filozofike që shkon përtej shkencës. Sa fat kemi pasur? Sa e pazakontë është ekzistenca jonë? Nëse formimi i një hëne si yja është një proces i rrallë që kërkon një sekuencë të saktë ngjarjesh, atëherë ne mund të jemi shumë më të veçantë se sa menduam. Mund të jemi një nga pakët civilizime në galaksinë tonë, ose madje në universin e dukshëm, që ka pasur fatin të zhvillohet në një planet me një hënë të tillë. Por ka edhe një mënyrë tjetër për ta parë këtë. Nëse jemi vërtet kaq të rrallë, kjo na jep një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Ne nuk jemi thjesht vëzhgues të universit. Ne jemi pjesa e universit që ka bërë të mundur që universi të vëzhgojë veten. Ne jemi mënyra se si universi bëhet i vetëdijshëm. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë çdo zbulim që bëjmë për hënën, çdo të dhënë që mbledhim nga ana e largët, çdo teori që zhvillojmë për formimin e saj, nuk është thjesht një ushtrim akademik. Është një pjesë e procesit të vetë zbulimit të universit. Kjo mund të t'ingelojë si filozofi e tepruar, por është një mënyrë e vlefshme për të menduar për shkencën. Shkenca nuk është thjesht mbledhje e fakteve. Është një përpjekje për të kuptuar vendin tonë në univers, për të kuptuar se si arritëm këtu dhe për të kuptuar se çfarë do të thotë të jesh i vetëdijshëm në një univers që duket se nuk ka nevojë për vetëdije.
Dhe hëna, me anën e saj të fshehur, me anomalitë e saj të pazakonta, me historinë e saj komplekse, është një pjesë thelbësore e kësaj historie. Ajo nuk është thjesht një trup i ftohtë shkëmbor që orbiton rreth tokës. Ajo është një dëshmi e ruajtur e ngjarjeve që ndodhen miliarda vjet më parë, ngjarje që bën të mundur ekzistencën tonë. Kështu që kur shikojmë hënën në qiellin e natës, ne nuk duhet ta shohim thjesht si një objekt të bukur. Ne duhet ta shohim si një dritare në të kaluarën. Një dritare që na tregon se si u formua sistemi ynë, si u bë toka e banueshme dhe si ne, si specie, arritëm të ekzistojmë. Dhe ana e largët, ajo pjesë që ne nuk mund ta shohim kurrë nga toka, është pjesa më e rëndësishme e kësaj dritareje. Sepse atje, në ato kratera të thellë, në ato anomali masive, në ato minerale të pazakonta, qëndron përgjigja për pyetjet që kemi bërë për mijëra vjet. Nga vim, si u formua bota jonë dhe a jemi vetëm në univers? Këto janë pyetje që nuk mund të përgjigjemi plotësisht ende. Por çdo mision i ri në hën, çdo mostër e re që sillim mbrapsht, çdo të dhënë e re që analizojmë, na afron një hap më afër përgjigjes. Dhe kur përfundimisht do ta kemi atë përgjigje, ajo do të ndryshojë jo vetëm kuptimin ton për hënën, por kuptimin ton për veten ton. Mirë po, le të ndalemi këtu për një moment. Të gjitha këto teori, të gjitha këto simulime kompjuterike, të gjitha këto spekulime për hënën e dytë dhe formimin e sistemit tokë-hën, ato bazohen në një supozim themelor, se ligjet e fizikës që ne njohim sot janë të njëjtat me ato që vepronin 4 miliardë 600 milion vjet më parë. Por a jemi vërtet të sigurt për këtë? Kjo pyetje mund të duket filozofike, por ajo ka implikime praktike të thella. Nëse ligjet e fizikës kanë ndryshuar, qoftë edhe pak gjatë miliarda vjetëve, atëherë të gjitha llogaritjet tona për formimin e hënës mund të jenë të gabuara. Të gjitha simulimet tona kompjuterike do të ishin të bazuara në parametra të pasakt, dhe të gjitha përfundimet tona do të duhej të rishikoheshin nga fillimi. Që nuk është thjesht një shqetësim teorik. Ka prova që sugjerojnë se disa konstante fizike mund të kenë ndryshuar me kalimin e kohës. Shpejtësia e dritës, për shembull, është konsideruar si një konstante absolute për më shumë se një shekull. Por në vitet e fundit, disa shkencëtar kanë propozuar se ajo mund të ketë qenë pak më e ndryshme në universin e hershëm. Nëse kjo është e vërtet, atëherë llogaritjet tona për moshën e universit, për distancën e galaksive të largëta dhe për dinamikën e formimit planetar, të gjitha do të duhej të rishikoheshin. Por le të supozojmë për një moment se ligjet e fizikës janë vërtet konstante. Edhe në këtë rast ka një problem tjetër që duhet ta adresojmë. Pasaktësia e matjeve tona. Çdo matje që ne bëjmë ka një shkallë pasigurie. Çdo instrument që përdorim ka një kufi rezolucioni. Dhe kur ne përpiqemi të rekonstruktojmë ngjarje që ndodhen miliarda vjet më parë, këto pasiguri grumbullohen dhe bëhen të mëdha. Merrni për shembull matjen e moshës së shkëmbinjve hënor. Ne e bëjmë këtë duke matur raportin e izotopeve radioaktive në shkëmb. Kur një shkëmb formohet, ai përmban një sasi të caktuar të një izotopi radioaktiv, le të themi uranium 238. Me kalimin e kohës, ky izotop zbret në plumb 206, me një shpejtësi të njohur që quhet gjysmëjet. Duke matur sa uranium dhe sa plumb ka në shkëmb sot, ne mund të llogarisim sa kohë ka kaluar që kur shkëmbi u formua. Por kjo metodë bazohet në disa supozime. Ajo supozon se shkëmbi filloi me 0 plumb 206. Ajo supozon se asnjë uranium ose plumb nuk është shtuar ose hequr nga shkëmbi gjatë miliarda vjetëve. Dhe ajo supozon se shpejtësia e zbërthimit radioaktiv ka qenë konstante. Nëse ndonjë nga këto supozime është e gabuar, atëherë mosha që ne llogarisim do të jetë e pasakt. Në praktik, shkencëtarët janë shumë të vetëdijshëm për këto probleme dhe marrin masa për t'i minimizuar ato. Ata përdorin metoda të shumta datimi dhe i krahasojnë rezultatet. Ata zgjedhin mostra me kujdes për të shmangur ato që mund të jenë kontaminuar. Dhe ata përdorin modele statistikore të sofistikuara për të vlerësuar pasigurinë e matjeve të tyre. Por edhe me të gjitha këto masa paraprake, ka ende një shkallë pasigurie që nuk mund të eliminohet plotësisht. Për shkëmbinjt hënor, pasiguria tipike në moshë është rreth 10 deri në 20 milion vjet. Kjo mund të mos duket shumë në krahasim me moshën totale prej 4 miliardë 600 milion vjetësh. Por kur ne përpiqemi të rekonstruktojmë sekuencën e ngjarjeve që çuan në formimin e hënës, një pasiguri prej 20 milion vjetësh mund të jetë kritike.
Ajo mund të jetë diferenca midis një teorie që funksionon dhe një teorie që nuk funksionon. Kjo na çon në një pyetje më të gjerë. Sa shumë mund të dim vërtet për të kaluarën e largët? A ka një kufi themelor për saktësinë e njohurive tona historike? Dhe nëse po, çfarë do të thotë kjo për përpjekjet tona për të kuptuar origjinën e sistemit diellor? Këto janë pyetje që shkencëtarët i marrin seriozisht, dhe përgjigja që ata kanë dhënë është se po, ka një kufi për atë që mund të dim. Por ky kufi nuk është aq i ulët sa mund të mendoni. Me metodat moderne të analizës, ne mund të rekonstruktojmë ngjarje që ndodhen miliarda vjet më parë me një shkallë detaji që do të ishte e pabesueshme vetëm disa dekada më parë. Por le të kthehemi në hënën dhe në teorinë e hënës së ditë. Edhe nëse pranojmë pasiguritë në matjet tona, edhe nëse pranojmë se ka gjëra që ne nuk i dim, teoria e hënës së dytë mbetet një shpjegim i fuqishëm për anomalitë që shohim në anën e largët. Ajo shpjegon asimetrinë e kores. Ajo shpjegon anomalitë masive. Ajo shpjegon mineralet e pazakonta. Dhe ajo bën parashikime specifike që mund të testohen me misione të ardhshme. Por këtu është diçka që duhet të kuptojmë. Edhe nëse teoria e hënës së dytë është e saktë, ajo nuk është historia e plotë. Ajo është një pjesë e historisë, një kapitull me një libër shumë më të madh, dhe ka kapituj të tjerë që ne ende nuk i kemi lexuar. Për shembull, ne ende nuk e dim saktësisht se si u formua Thea, trupi që u përplas me tokën dhe krijoi hënën. A u formua ajo në të njëjtën orbitë me tokën në një nga pikat Lagrange, apo u formua ajo diku tjetër në sistemin diellor dhe më pas u devijua në një orbitë përplasjeje? Dhe nëse u formua diku tjetër, çfarë shkaktoi devijimin? Një teori e re e propozuar në vitin 2021 sugjeron se Theia mund të jetë formuar në brezinë e asteroidëve, midis Marsit dhe Jupiterit. Sipas kësaj teorie, Theia filloi si një embrion planetar, një trup me madhësinë e Marsit që po rritej duke grumbulluar material nga brezi i asteroidëve. Por para se ajo të mund të rritej në një planet të plotë, graviteti i Jupiterit e devijoi atë në një orbitë që përfundimisht e çoi në një përplasje me tokën. Kjo teori ka disa avantazhe. Ajo shpjegon pse Theia kishte një përbërje të ngjashme me tokën, sepse të dy u formuan nga i njëjti material në sistemin e brendshëm diellor. Ajo shpjegon pse përplasja ndodhi relativisht vonë në historinë e sistemit diellor, sepse duhej kohë për Theian të rritej dhe për orbitën e saj të devijohej. Dhe ajo bën një parashikim specifik. Nëse kjo teori është e saktë, atëherë duhet të ketë gjurmë të materialit nga brezi i asteroidëve në shkëmbin hënor. Deri tani, nuk ka prova të qarta për këtë. Por kjo mund të jetë, sepse ne nuk kemi kërkuar në vendin e duhur. Të gjitha mostrat që kemi nga hëna janë nga ana e dukshme. Nëse materiali nga brezi i asteroidëve u depozitua kryesisht në anën e largët gjatë përplasjes, atëherë ne nuk do ta gjejmë atë derisa të marrim mostra nga atje. Kjo na sjell përsëri në rëndësinë kritike të misioneve të ardhshme në anën e largët. Çdo mostër që marrim nga atje nuk është thjesht një copë shkëmb. Është një copë e historisë, një dëshmi që mund të konfirmojë ose të hedhë poshtë teori të tëra për formimin e sistemit diellor. Por le të supozojmë për një moment se teoria e hënës së dytë është plotësisht e gabuar. Le të supozojmë se anomalitë në anën e largët ka një shpjegim krejtësisht të ndryshëm, një shpjegim që ne ende nuk e kemi menduar. Çfarë do të ishte ky shpjegim alternativ? Një mundësi është se anomalitë janë rezultati një procesi të brendshëm, jo të një ngjarjeje të jashtme. Ndoshta gjatë fazës së hershme të formimit të hënës, kur ajo ishte ende e shkrirë, materiali i dendur u grumbullua në një anë për shkak të një procesi konvektiv në mantel. Kjo do të ishte e ngjashme me mënyrën se si vaji dhe uji ndahen në njën, me materialin më të dendur që fundoset në fund. Por kjo teori ka një problem. Nëse materiali i dendur u grumbullua për shkak të konveksionit, do të pritej që ai të ishte i shpërndar në mënyrë relativisht uniforme, jo i përqendruar në zona specifike siç shohim sot. Dhe do të pritej që të kishte shenja të konveksionit në strukturën e brendshme të hënës, diçka që ne nuk kemi parë në të dhënat sismike. Një mundësi tjetër është se anomalitë janë rezultati një procesi që ende po ndodh. Ndoshta hëna nuk është aq e ftohtë dhe e vdekur sa menduam. Ndoshta ka ende aktivitet gjeologjik në brendësi të saj, aktivitet që po krijon anomali të reja dhe po modifikon ato ekzistuese. Kjo teori duket e çuditshme në shikim të parë. Hëna nuk ka vulkane aktiv. Ajo nuk ka tërmete të mëdha. Ajo duket si një trup plotësisht i vdekur gjeologjikisht.
por ka disa prova që sugjerojnë se ajo mund të mos jetë aq e vdekur sa duket. Në vitin 2018, shkencëtarët që analizonin të dhënat nga Lunar Reconnaissance Orbiter zbuluan se sipërfaqja e hënës po të kurret. Ata gjetën mijëra fraktura të vogla të quajtura shkarpata lobate që formohen kur brendësia e hënës ftohet dhe të kurret, duke shkaktuar që kora të thyet dhe të ngrihet. Disa nga këto shkarpata duken të reja, me mosha vetëm disa dhjetra milion vjet, që është shumë e re në kohën gjeologjike. Më e rëndësishmja, disa nga këto shkarpata duken se janë formuar shumë kohët e fundit, ndoshta brenda disa milion vjetëve të fundit. Kjo sugjeron se hëna ende po të kurret, ende po ftohet dhe ende po kalon në përndryshime gjeologjike. Por a mund të jetë ky proces mjaft i fuqishëm për të krijuar anomalitë masive që shohim? Shumica e shkencëtarëve mendojnë se jo. Tkurrja e hënës është një proces shumë i ngadaltë dhe i dobët. Ai mund të krijojë fraktura në sipërfaqe, por nuk ka energji të mjaftueshme për të lëvizur masa të mëdha materiali në brendësi. Kështu që ne kthehemi përsëri në teorinë e hënës së dytë, si shpjegimin më të mirë për anomalitë. Por edhe nëse kjo teori është e saktë, ka ende pyetje të hapura. Një nga më të rëndësishmet është, çfarë ndodhi me materialin që nuk u depozituan në hënë gjatë përplasjes? Kur theja u përplas me tokën, ajo hodhi një sasi të madhe materiali në hapësirë. Disa nga ky material u grumbullua për të formuar hënën. Por çfarë ndodhi me pjesën tjetër? A u kthye ai në tokë? A u shpërndau në sistemin diellor? Apo a formoi ai trupa të tjerë më të vegjël që më vonë u përplasën me hënën? Kjo pyetje e fundit është veçanërisht interesante, sepse ajo lidhet drejt për drejt me teorinë e hënës së dytë. Nëse materiali nga përplasja e thejas formoi disa trupa më të vegjël, dhe nëse një nga këta trupa më vonë u përplas me hënën, atëherë teoria e hënës së dytë nuk është thjesht një teori për një përplasje të dytë. Ajo është një teori për një sekuencë përplasjesh që zgjatën miliona vjet. Kjo ide e një sekuencë përplasjesh është mbështetur nga simulime të fundit kompjuterike. Këto simulime tregojnë se pas përplasjes së thejas, sistemi tokë-hën kaloi në për një periudhë kaotike që zgjati disa milion vjet. Gjatë kësaj periudhe, kishte shumë trupa më të vegjël në orbitë rreth tokës dhe këta trupa shpesh përplaseshin me njëri tjetrin dhe me hënën. Çdo përplasje e tillë do të kishte lënë një shenjë në sipërfaqen hënore. Dhe nëse ne mund të identifikojmë këto shenja, ne mund të rekonstruktojmë historinë e plotë të periudhës kaotike. Kjo do të na jepte një pamje të detajuar të mënyrës se si sistemi tokë-hën u stabilizua dhe do të na ndihmonte të kuptonim pse sistemi IN ka konfigurimin specifik që ka sot. Por identifikimi i këtyre shenjave nuk është i lehtë. Sipërfaqja e hënës është mbulluar me kratera nga miliarda vjet bombardimi nga asteroide. Shumica e këtyre kratereve janë nga impakte të vogla që ndodhen shumë kohë pas periudhës kaotike. Për të gjetur kratera nga periudha kaotike, ne duhet të shikojmë në shtresat më të thella të kores hënore, në zona ku kratera më të vjetra janë ende të ruajtura. Një nga vendet më të mira për të kërkuar është Aitken Basin, krateri gjigant në polin jugor të anës së largët. Ky krater është aq i thellë sa ai ekspozon shtresa të kores që zakonisht janë të varrosura thellë në sipërfaqe. Nëse ka shenja të përplasjeve nga periudha kaotike, ato duhet të jenë të dukshme këtu. Dhe vërtet, kur shkencëtarët analizuan fotografitë me rezolucion të lartë të Aitken Basin, ata zbuluan diçka të pazakontë. Në muret e kraterit ka shtresa të qarta materiali me përbërje të ndryshme. Disa shtresa janë të pasura me minerale të errëta të quajtura piroksen, të tjera janë të pasura me minerale të qelta të quajtura anorthozit. Dhe ka edhe shtresa që përmbajnë minerale që zakonisht nuk gjenden në sipërfaqen hënore, si olivin dhe spineli. Kjo stratifikim sugjeron se Aitken Basin nuk u formua nga një impakt i vetëm. Ai u formua nga një seri impaktesh që ndodhen në momente të ndryshme dhe që depozituan materiale të ndryshme. Çdo shtresë përfaqëson një ngjarje të ndryshme, një kapitull të ndryshëm në historinë e hershme të hënës. Por për të lecuar këtë histori, ne duhet të marrim mostra nga këto shtresa dhe t'i analizojmë ato në laborator në tokë. Dhe kjo është pikërisht ajo që misionet e ardhshme planifikojnë të bëjnë. Kina ka njoftuar se misioni Chang'e 7, i planifikuar për vitin 2026, do të targetojë Aitken Basin dhe do të përpiqet të marrë mostra nga shtresat e ndryshme të ekspozuara në muret e kraterit.
Nëse ky mision ka sukses, ai do të na jap të dhënat më të detajuara deri tani për historinë e hershme të hënës. Ai do të na tregojë se sa përplasje ndodhen gjatë periudhas kaotike, sa të mëdha ishin këto përplasje dhe çfarë lloj materiali depozituan ato. Dhe ai mund të konfirmoj ose të hedh poshtë teorinë e hënës së dytë një herë për gjithmonë. Por edhe nëse teoria e hënës së dytë konfirmohet, do të mbeten ende pyetje të hapura. Një nga më intrigueset është, a ka ende fragmente të hënës së dytë në sistemin diellor? Nëse hëna e dytë u përplas me hënën kryesore, është e mundur që jo i gjithë materiali i saj u depozitua në sipërfaqe. Disa fragmente mund të jenë hedhur në hapësirë dhe mund të jenë ende në orbitë rreth diellit. Nëse këto fragmente ekzistojnë, ato do të ishin jashtëzakonisht të vlefshme për shkencën. Ato do të ishin mostra të pastra të materialit nga hëna e dytë, të pakontaminuara nga materiali i hënës kryesore. Analiza e tyre do të na jepte informacion të drejtë për përbërjen e hënës së dytë dhe do të na ndihmonte të kuptonim se si ajo u formua. Por gjetja e këtyre fragmenteve do të ishte jashtëzakonisht e vështirë. Ato do të ishin të vogla, ndoshta vetëm disa metra në diametër. Ato do të ishin të shpërndara në një zonë të gjerë të sistemit diellor. Dhe ato do të dukeshin pothuajse identike me asteroidet të zakonshëm, duke e bërë identifikimin e tyre pothuajse të pamundur pa analizë të detajuar. Megjithatë, ka një mënyrë të mundshme për të gjetur. Nëse fragmentet e hënës së dytë u hodhen në hapësirë gjatë përplasjes, ato do të kishin një orbitë të ngjashme me orbitën e hënës në atë kohë. Duke simuluar dinamikën e sistemit diellor për 4 miliardë 600 milion vjet, ne mund të parashikojmë se ku këto fragmente do të ishin sot. Dhe pastaj ne mund të kërkojmë në ato zona për asteroide me përbërje të pazakontë, që përputhet me atë që do të pritesha nga materiali hënor. Kjo është pikërisht ajo që disa shkencëtar po bëjnë tani. Ata po përdorin teleskop të fuqishëm për të analizuar përbërjen e asteroidëve në zona specifike të sistemit diellor, duke kërkuar ato që kanë një raport izotopik të ngjashëm me shkëmbinjt hënor. Deri tani ata nuk kanë gjetur asnjë kandidat të qartë, por kërkimi sapo ka filluar. Tani le të kthehemi në pyetjen që ka qenë në qendër të gjithë këtij udhëtimi. Çfarë po fsheh vërtet ana e largët e hënës? Pas të gjitha këtyre teorive, të gjitha këtyre të vënave, të gjitha këtyre spekulimeve, a kemi një përgjigje? Përgjigjja është po dhe jo. Po, sepse ne kemi një kuptim shumë më të mirë të asaj që ndodh në anën e largët se sa kishim 50 vjet më parë. Ne e dim se ka anomali gjeologjike të pazakonta. Ne e dim se ka një asimetri të thellë midis dy anëve të hënës. Ne e dim se kjo asimetri ka një shpjegim shkencor që përfshin ngjarje dramatike në historinë e hershme të sistemit diellor. Por përgjigjja është gjithashtu jo, sepse ne ende nuk e dim me siguri se çfarë shkaktoi këto anomali. Teoria e hënës së dytë është shpjegimi më i mirë që kemi, por ajo nuk është provuar përfundimisht. Ka ende pyetje të hapura, ende të dhëna që mungojnë, ende eksperimente që duhen bërë. Dhe kjo është mënyra se si shkenca funksionon. Ajo nuk jep përgjigje përfundimtare, ajo jep përgjigje të përkohshme, përgjigje që janë të bazuara në provat më të mira që kemi në një moment të caktuar. Dhe kur marrim provat e reja, ne rishikojmë përgjigjat tona, i rafinojmë ato dhe ndonjëherë i ndryshojmë ato plotësisht. Kjo mund të duket si një dobësi e shkencës, por në të vërtetë është forca e saj më e madhe. Shkenca nuk pretendon të di gjithçka. Ajo pranon kufizimet e saj, pranon pasiguritë e saj dhe vazhdimisht përpiqet të përmirësohet. Dhe pikrisht kjo qasje vetë korrigjuese është ajo që e ka bërë shkencën metodën më të suksesshme që njerëzimi ka zhvilluar ndonjëherë për të kuptuar botën. Kështu që kur dikush ju thot se NASA po fsheh diçka në anën e largët të hënës, pyetni veten: çfarë do të kishte për të fituar NASA nga fshehja e informacionit? Agjencitë hapësinore nuk financohen për të mbajtur sekrete. Ato financohen për të bërë zbulime. Dhe sa më dramatike të jenë zbulimet, aq më shumë financim ato marrin. Nëse NASA do të kishte zbuluar diçka vërtet të jashtëzakonshme në anën e largët, diçka që do të ndryshonte kuptimin ton për universin, ajo do të kishte çdo arsye për ta publikuar atë. Ajo do të ishte zbulimi i shekullit, diçka që do t'i siguronte financim për dekada të ardhshme. Por fakti që NASA nuk ka bërë një njoftim të tillë, nuk do të thotë se nuk ka asgjë interesante në anën e largët. Përkundrazi,
ka shumë gjëra interesante, shumë anomali që sfidojmë kuptimin ton, shumë pyetje që ende nuk kanë përgjigje. Por këto janë pyetje shkencore, jo konspirative. Ato janë pyetje që kërkojnë kërkime të kujdesshme, analiza të detajuara dhe kohë. Dhe kjo është ajo që po ndodh tani. Shkencëtarët nga e gjithë bota po punojnë për të kuptuar anën e largët të hënës. Ata po analizojnë të dhëna nga misionet e kaluara. Ata po planifikojnë misione të reja. Ata po zhvillojnë teori të reja. Dhe ngadalë, hap pas hapi, ata po zbulojnë sekretet e kësaj pjese të fshehur të satelitit ton më të afërt. Por ka një aspekt tjetër të kësaj historie që nuk duhet të harrojmë. Rëndësia e skepticizmit shkencor. Kur një teori e re propozohet, si teoria e hënës së dytë, detyra e komunitetit shkencor nuk është ta pranojë atë menjëherë. Detyra e tyre është ta testojnë atë, ta sfidojnë atë, të kërkojnë shpjegime alternative. Kjo mund të duket si një proces i ngadalt dhe frustrues, por është pikërisht ky proces që siguron se teoritë që përfundimisht pranohen janë të bazuara në prova të forta, jo në spekulime. Është ky proces që e dallon shkencën nga pseudoshkenca. Dhe kur flasim për anën e largët të hënës, ka pasur shumë pseudoshkencë. Ka pasur pretendime për baza jashtëtoksore, për struktura artificiale, për teknologji të avancuara të fshehura. Këto pretendime janë tërheqëse sepse ato janë dramatike. Ato na japin një histori të thjeshtë dhe emocionuese. Por kur i shqyrtojmë me kujdes, këto pretendime shpërthejnë. Fotografitë që pretendojnë se tregojnë struktura artificiale janë zakonisht formacione gjeologjike të zakonshme që duken të çuditshme për shkak të këndeve të ndriçimit ose rezolucionit të ulët. Anomalitë që pretendojnë se janë prova të teknologjisë jashtëtoksore janë zakonisht fenomene natyrore që janë keq kuptuar ose keq interpretuar. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të jemi kurioz për mundësinë e jetës jashtëtoksore. Përkundrazi, kërkimi për jetë jashtëtoksore është një nga fushat më emocionuese të shkencës moderne. Por ky kërkim duhet të bazohet në prova, jo në dëshira. Ai duhet të përdorë metodën shkencore, jo spekulimin e pakontrolluar. Dhe kur aplikojmë metodën shkencore në anën e largët të hënës, ajo që gjejmë nuk është prova e jetës jashtëtoksore. Ajo që gjejmë është prova e një procesi natyror të jashtëzakonshëm që ndodhi miliarda vjet më parë. Një proces që përfshiu përplasje masive, shkrirje të plot të shkëmbimeve dhe riorganizim të strukturës së brendshme të një trupi qiellor. Kjo histori mund të mos jetë aq dramatike sa një bazë jashtëtoksore, por në një kuptim ajo është edhe më e mahniqme. Sepse ajo na tregon se universi, duke vepruar vetëm sipas ligjeve të fizikës, mund të krijojë fenomene që janë aq komplekse dhe të pazakonta sa ato duken pothuajse të pamundura. Dhe kjo na sjell në një nga mësimet më të rëndësishme që mund të mësojmë nga studimi i anës së largët të hënës, se realiteti është shpesh më i çuditshëm se sa fikcionimet tona. Se universi ka një imagjinat që te i kalon tonën. Se kur ne shikojmë botën me sy shkencor, ne zbudojmë gjëra që nuk do t'i kishim ndërruar kurrë. Kjo është arsyeja pse shkenca është aq e rëndësishme. Jo sepse ajo na jep teknologji, megjithse ajo e bën këtë. Jo sepse ajo na jep fuqi mbi natyrën, megjithse ajo e bën edhe këtë. Por sepse ajo na jep diçka edhe më të vlefshme. Një mënyrë për të parë botën siç është vërtet, jo siç ne dëshirojmë që ajo të jetë. Dhe kur shikojmë hënën me këtë sy shkencor, ne shohim jo thjesht një disk të bardhë në qiellin e natës. Ne shohim një trup me një histori të pasur dhe komplekse. Ne shohim një dëshmi të ngjarjeve që ndodhen kur sistemi diellor ishte ende i ri. Ne shohim një laborator natyror ku mund të studiojmë procese që formuan planetët. Dhe ana e largët, ajo pjesë që ne nuk mund ta shohim nga toka, është pjesa më e vlefshme e këtij laboratori. Sepse atje, larg nga ndikimi i tokës, larg nga vështrimi ynë i përditshëm, proceset natyrore kanë vepruar në mënyrën e tyre më të pastër. Atje, në ato kratera të thellë dhe në ato anomali të pazakonta, qëndron historia e vërtetë e formimit të hënës. Dhe kjo histori, kur përfundimisht do ta kuptojmë plotësisht, do të na tregojë jo vetëm për hënën. Ajo do të na tregojë për tokën, për sistemin diellor, për procesin e formimit planetar në tërësi. Ajo do të na tregojë se si ne, si specie, arritëm të ekzistojmë në këtë cep të vogël të universit. Dhe ndoshta më e rëndësishmja, ajo do të na tregojë se sa shumë ka ende për të zbuluar, sa shumë pyetje ka ende për të përgjigjur, sa shumë aventura ka ende për të përjetuar
në kërkimin ton për të kuptuar vendin ton në kosmos. Dhe tani, pasi kemi udhëtuar në për historinë e hënës, në për teoritë e formimit të saj, në për anomalit që fshihen në anën e largët, Le të ndalemi për një moment. Le të bëjmë një hap prapa dhe të shohim pamjen e plot. sepse kjo histori nuk është vetëm për hënën, ajo është për diçka shumë më të madhe. Imagjinoni se qëndroni në një laborator në vitin 2024. Përpara jush ka një mostër shkëmbi të sjell nga ana e largët e hënës nga misioni Chang'e 5. Shkëmbi peshon vetëm disa gram, është gri, i ashpër në prekje, i ftohtë. Në shikim të parë nuk ka asgjë të veçantë në të. Por kur e vendosni në spektrometrin e masës, kur analizoni raportet izotopike të oksigjenit, të titanit, të heliumit, ju zbuloni diçka që nuk duhet të jetë atje. Një anomali e vogël, vetëm disa pjesë për milion, por mjaft e qartë për t'u matur. Ky shkëm ka një histori që nuk përputhet me asnjë model të njohur të formimit hënor. Dhe në atë moment, ju kuptoni se çdo gjë që menduam se dinim, duhet të rishikohet. Kjo është pikërisht ajo që po ndodh tani në laboratorët e gjeologjisë planetare në të gjithë botën. Shkencëtarët po analizojnë mostrat e reja nga ana e largët dhe çdo analizë e re sjell pyetje të reja. Çdo përgjigje hap dyert për vjetra pyetje të tjera. Por le të jemi të sinqertë për diçka. Ne nuk e dim gjithçka. Dhe kjo nuk është një dështim i shkencës. Kjo është natyra e shkencës. Ka gjëra që ne thjesht nuk i kuptojmë ende. Ka fenomene që sfidojnë teoritë tona më të mira. Ka të dhëna që nuk përputhen me modelet tona. Për shembull, ne ende nuk e dim me siguri pse ana e largët ka një korr kaq shumë më të trashë se ana e dukshme. Teoria e hënës së dytë ofron një shpjegim, Por ka detaje që nuk përputhen plotësisht. Simulimet kompjuterike tregojnë se një përplasje e tillë do të krijonte një shpërndarje të caktuar të materialit, por shpërndarja aktuale që shohim është pak e ndryshme. Ndoshta ka pasur procese të tjera që ne nuk i kemi marrë parasysh. Ndoshta modelet tona nuk janë mjaft të sofistikuara. Ndoshta ka faktor që ne nuk i dim ende. Dhe kjo është në rregull. Kjo është mënyra se si shkenca përparon, jo duke pretenduar se di gjithçka, por duke pranuar se ka shumë që nuk e di dhe duke punuar për të zbuluar më shumë. Ka edhe një tjetër gjë që ne nuk e dim. Çfarë ndodh në thellësitë e hënës? Ne kemi të dhëna sismike nga ana e dukshme, por pothuajse asgjë nga ana e largët. Ne e dim se ka anomali masive, por nuk e dim saktësisht çfarë i shkakton ato. A janë vërtet përqendrime të materialeve të dendura nga impakte të vjetra? Apo ka diçka tjetër, diçka që ne nuk e kemi imagjinuar ende? Për të kuptuar këtë, na duhen më shumë të dhëna. Na duhen sismografe në anën e largët që të regjistrojnë tërmetet hënore. Na duhen sonda që të depërtojnë në sipërfaqe dhe të marrin mostra nga thellësi të ndryshme. Na duhen misione që të qëndrojnë atje për muaj ose vite, duke monitoruar ndryshimet, duke matur flukset, duke analizuar përbërjen. Dhe këto misione po vinë. Kina ka planifikuar një seri misionesh të reja në anën e largët. NASA po zhvillon teknologji për të vendosur një bazë të përhershme hënore që do të shërbejë si një platformë për kërkime të mëtejshme. Agjencia Hapësinore Evropiane po planifikon një mision që do të vendos një rrjet satelitësh rreth hënës për të krijuar një sistem komunikimi që do të lejojë operacione të vazhdueshme në anën e largët. Por edhe me të gjitha këto misione, edhe me të gjitha këto të dhëna, do të ketë ende pyetje të hapura. Do të ketë ende fenomene që nuk i kuptojmë plotësisht. Do të ketë ende mistere që presin të zbulohen. Dhe kjo është bukuria e shkencës. Ajo nuk përfundon kurrë. Çdo zbulim çon në pyetje të reja. Çdo përgjigje hap dyert për aventura të reja. Por tani le të kthehemi në atë që kemi mësuar. Le të shohim pamjen e madhe. Ajo që kemi zbuluar për anën e largët të hënës na tregon diçka thelbësore për natyrën e universit. Na tregon se universi është një vend dinamik, ku gjërat ndryshojnë vazhdimisht, ku proceset që ndodhin në shkallë kozmike mund të kenë pasoja që zgjasin miliarda vjet. Hëna që ne shohim sot nuk është e njëjtë hënë që u formua 4 miliardë 600 milion vjet më parë. Ajo ka kaluar nëpër transformime të mëdha. Ajo ka përjetuar përplasje që do të kishin shkatërruar çdo strukturë njerëzore. Ajo ka qenë e shkrirë, e ngrirë, e bombarduar, e rimodeluar. Dhe gjatë gjithë këtij procesi,
Ajo ka luajtur një rol kritik në bëlin e tokës, një vend i banueshëm. Pa hënën, toka do të ishte një vend shumë i ndryshëm. Boshti i saj do të luhatet në mënyrë kaotike. Klimat do të ndryshonin në mënyrë drastike. Oqeanet do të sileshin ndryshe. Dhe jeta, nëse do të kishte evoluar fare, do të kishte marrë forma shumë të ndryshme. Pra në një kuptim, ne i detyrojmë ekzistencën tonë hënës. Jo vetëm sepse ajo stabilizoi tokën, por sepse procesi i formimit të saj krijoi kushtet që bën të mundur jetën. Dhe kjo na çon në një pyetje filozofike që shkon përtej shkencës. Çfarë do të thotë të ekzistosh në një univers të tillë? Ne jemi produkt i proceseve që ndodhen miliarda vjet më parë. Ne jemi bërë nga materiali që u krijua në brendësi të yjeve që vdiqen para se sistemi ynë diellor të formohej. Ne jemi rezultati një zinshiri ngjarjesh që nëse do të kishte ndodhur ndryshe në çdo pikë, Nuk do të kishte çuar në ekzistencën tonë. kjo mund të na bëjë të ndihemi të vegjël dhe të parëndësishëm, por mund të na bëjë edhe të ndihemi të veçantë dhe të çmuar. Sepse ne nuk jemi thjesht vëzhgues pasiv të universit. Ne jemi pjesa e universit që ka bërë të mundur që universi të vëzhgojë veten. Ne jemi mënyra se si materiali i vdekur bëhet i gjallë dhe i vetëdijshëm. Ne jemi mënyra se si universi përpiqet të kuptojë veten. Dhe kur shikojmë hënën, kur studiojmë anën e saj të largët, kur përpiqemi të kuptojmë historinë e saj, ne nuk po bëjmë thjesht shkencë. Ne po bëjmë diçka më thelbësore. Ne po përpiqemi të kuptojmë origjinën tonë, të kuptojmë se si arritëm këtu, të kuptojmë vendin tonë në këtë univers të madh dhe të çuditshëm. Dhe kjo është arsyeja pse ana e largët e hënës është kaq e rëndësishme. Jo sepse ka baza jashtëtoksore atje, jo sepse NASA po fsheh sekrete, por sepse ajo është një dritare në të kaluarën. Një dritare që na tregon se si u formua sistemi ynë, Si u bë toka e banueshme dhe si ne, si specie, arritëm të ekzistojmë. Dhe tani, pasi kemi udhëtuar nëpër këtë histori, pasi kemi eksploruar teoritë dhe të dhënat, pasi kemi parë se çfarë e dim dhe çfarë nuk e dim, le të kthehemi në fillim. Kujtoni se si filluam këtë udhëtim. Filluam me një pyetje të thjeshtë. Çfarë fshihet në anën e errët të hënës? Pse NASA ndaloi të gjitha fotografitë? Tani e dim përgjigjen. NASA nuk ndaloi asgjë. Fotografitë janë publike, të disponueshme për çdo që dëshiron t'i shohë. Por ajo që ato fotografitë tregojnë nuk është ajo që shumë njerëz prisnin. Ato nuk tregojnë baza jashtëtoksore. Ato nuk tregojnë struktura artificiale. Ato tregojnë diçka shumë më të çuditshme dhe më të mahniqme. Një sipërfaqe që ka një histori komplekse dhe të pazakontë. Një sipërfaqe që sfidojnë kuptimin ton për formimin e hënës. Një sipërfaqe që na detyron të rishikojmë teoritë tona më themelore. Dhe kjo, në fund të fundit, është më interesante se çdo teori konspirative. sepse ajo na tregon se universi, duke vepruar vetëm sipas ligjeve të fizikës, mund të krijojë fenomene që janë aq komplekse dhe të pazakonta sa ato duken pothuajse të pamundura. Ana e largët e hënës nuk është e errët sepse dikush po fsheh diçka. Ajo është e errët sepse ne nuk mund ta shohim nga toka. Por tani, me teknologjinë moderne, me misione që po shkojnë atje, me shkencëtarë që po studiojnë të dhënat, ajo po bëhet gjithnjë më pak e errët. Çdo mision i ri hedh dritë mbi një pjesë tjetër të kësaj historie. Çdo analizë e re zbulon një detaj tjetër. Çdo zbulim i ri na afron një hap më afër kuptimit të plot. Por edhe kur do ta kemi atë kuptim të plot, edhe kur do të dim saktësisht se si u formua ana e largët, edhe kur do të kemi përgjigje për të gjitha pyetjet tona aktuale, do të ketë ende pyetje të reja, sepse kjo është natyra e njohurisë. Sa më shumë që mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa shumë nuk e dim. Sa më thellë që shikojmë, aq më shumë mistere zbulojmë. Dhe kjo nuk është një gjë e keqe. Kjo është ajo që e bën shkencën kaq emocionuese. Kjo është ajo që e bën eksplorimin kaq të vlefshëm. Kjo është ajo që e bën jetën kaq interesante. Ne nuk jetojmë në një univers ku gjithçka është e njohur dhe e kuptuar. Ne jetojmë në një univers plot me mistere, plot me fenomene që presin të zbulohen, plot me pyetje që presin përgjigje. Dhe ana e largët e hënës është vetëm një nga këto mistere. Ka miliona të tjera. Ka galaksi që ne nuk i kemi eksploruar ende.
Ka planete që ne nuk i kemi zbuluar ende. Ka procese fizike që ne nuk i kuptojmë ende. Por çdo herë që zgjidhim një mister, çdo herë që përgjigjemi një pyetje, çdo herë që zbulojmë diçka të re, ne bëjmë një hap të vogël drejt kuptimit të universit. Dhe çdo hap i tillë është një fitore, jo vetëm për shkencën, por për njerëzimin në tërësi. Sepse kur ne kuptojmë universin, ne kuptojmë veten. Kur ne zbulojmë se si funksionojnë yjet, ne zbulojmë se nga vijnë atomet që na përbëjnë. Kur ne kuptojmë se si formohen planetet, ne kuptojmë se si u formua shtëpia jonë. Kur ne studiojmë hënën, ne studiojmë historinë tonë. Dhe kjo histori është e mahnitshme. Ajo është një histori e transformimeve të mëdha, e ngjarjeve dramatike, e proceseve që zgjasin miliarda vjet. Ajo është një histori që fillon me një re pluhuri dhe gazi në hapësirë dhe përfundon me qenie të vetëdijshme që shikojnë qiellin dhe pyesin se nga vijnë. Ne jemi pjesë e kësaj historie. Ne nuk jemi vëzhgues të jashtëm. Ne jemi aktor në këtë dramë kozmike. Ne jemi mënyra se si universi bëhet i vetëdijshëm për veten. Dhe kur shikojmë hënën në qiellin e natës, kur shohim atë disk të bardhë që ka shoqëruar njerëzimin për mijëra vjet, ne duhet të kujtojmë se ajo nuk është thjesht një objekt i bukur. Ajo është një dëshmi e ruajtur, e ngjarjeve që bën të mundur ekzistencën tonë. Ana e saj e dukshme, ajo që ne shohim çdo natë, na tregon një pjesë të historisë. Por ana e largët, ajo që ne nuk mund ta shohim kurrë pa teknologji, na tregon pjesën tjetër. Dhe të dy anët së bashku na japin pamjen e plotë. Kjo pamje e plotë nuk është ende e qartë. Ka ende detaje që mungojnë, pyetje që nuk kanë përgjigje, mistere që presin të zbulohen. Por çdo ditë që kalon, çdo mision i ri që niset, çdo analizë e re që bëhet, ajo pamje bëhet pak më e qartë. Dhe një ditë, ndoshta jo shumë larg në të ardhmen, ne do ta kemi atë pamje të plotë. Ne do të dimë saktësisht se si u formua hëna. Ne do të dimë çfarë shkaktoi anomalitë në anën e largët. Ne do të dimë nëse teoria e hënës së dytë është e saktë apo jo. Por edhe atëherë, edhe kur do ta dimë gjithçka për hënën, do të ketë ende pyetje të tjera. Do të ketë ende mistere të tjera. Do të ketë ende aventura të tjera që presin. Sepse universi është i pafund në kompleksitetin e tij. Dhe sa më shumë që mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa shumë ka ende për të mësuar. Kështu që kur dikush ju pyet se çfarë fsihet në anën e errët të hënës, ju mund t'i përgjigjeni me besim. Asgjë nuk fsihet. Gjithçka është atje, duke pritur të zbulohet. Gjithçka është e hapur për çdo që ka kurreshtje për të parë, për të studiuar, për të kuptuar. Dhe kjo është mesazhi i vërtet i kësaj historie. Jo se ka sekrete që po fsihen, por se ka zbulime që presin të bëhen. Jo se dikush po na gënjen, por se ne ende nuk e dim gjithçka. Jo se duhet të kemi frikë nga e panjohura, por se duhet të jemi të emocionuar nga mundësia e zbulimit. Sepse në fund të fundit, ajo që na bën njerëz nuk është ajo që e dim. Është ajo që dëshirojmë të dim. Është kurreshtja jon, dëshira jon për të kuptuar, nevoja jon për të eksploruar. Dhe ana e largët e hënës, me të gjitha anomalitë e saj, me të gjitha misteret e saj, me të gjithë historinë e saj komplekse, është një ftesë për të vazhduar këtë eksplorim. Është një kujtesë se ka ende shumë për të zbuluar, shumë për të mësuar, shumë për të kuptuar. Dhe ndërsa qëndrojmë këtu, në këtë moment, në këtë planet të vogël që orbiton rreth një yli mesatar në një galaksi të zakonshme, ne mund të shikojmë lart në qiell dhe të shohim hënën. Dhe ne mund të dimë se ajo hënë, me anën e saj të dukshme dhe anën e saj të largët, me historinë e saj të pasur dhe misteret e saj të pasgjidhura, është një pjesë e historisë sonë. Ajo është dëshmia se ne jemi pjesë e diçkaje më të madhe. Ajo është kujtesa se ne jemi lidhur me universin në mënyra që sapo po fillojmë të kuptojmë. Ajo është premtimi se ka ende aventura që presin, zbulime që duhen bërë, pyetje që duhen përgjigjur. Dhe ndoshta, kjo është përgjigja më e mirë që mund t'i japim pyetjes me të cilën filluam. Çfarë fshihet në anën e errët të hënës? Ajo që fshihet atje nuk është një sekret i errët. Është një histori e mahnitshme. Një histori që flet për formimin e sistemit ton diellor, për procesin që bëri tokën të banueshme,
për ngjarjet që quan në ekzistencën tonë. Dhe kjo histori, kur përfundimisht do ta kuptojmë plotësisht, nuk do të na bëjë të ndihemi të vegjël dhe të parëndësishëm. Ajo do të na bëjë të ndihemi të lidhur me diçka të madhe dhe të mrekullueshme. Sepse ne nuk jemi thjesht vëzhgues të kësaj historie, ne jemi pjesë e saj. Ne jemi mënyra se si kjo histori vazhdon. Ne jemi mënyra se si universi pas miliarda vjetësh evolucion ka arritur në një pikë ku mund të shikojë mbrapa dhe të kuptoj origjinën e vet. Dhe kjo në fund të fundit është mesazhi më i thellë që mund të marrim nga studimi i anës së largët të hënës, se ne jemi pjesë e universit që po përpiqet të kuptojë veten. Dhe çdo zbulim që bëjmë, çdo pyetje që përgjigjemi, çdo mister që zgjidhim, është një hap i vogël në këtë udhtim të pafund të vetë zbulimit. Pra ndoshta pyetja e vërtet nuk është çfarë fshihet në anën e errët të hënës. Ndoshta pyetja e vërtet është çfarë do të zbulojmë tjetra? Çfarë do të mësojmë nesër që nuk e dim sot? Çfarë mistere të reja do të gjejmë kur të zgjidhim ato që kemi tani? Sepse kjo është natyra e njohurisë. Ajo nuk përfundon kurrë. Ajo vetëm fellohet, zgjerohet, bëhet më e pasur. Dhe ne si specie jemi ende në fillim të këtij udhtimi. Ne sapo kemi filluar të eksploruar sistemin ton diellor. Ne sapo kemi filluar të kuptojmë procesin që krijuan planetët. Ne sapo kemi filluar të zbulojmë sekretet që fshihen në sipërfaqet e botëve të tjera. Por çdo hap që marrim, çdo zbulim që bëjmë, na afron pak më shumë me kuptimin e plot. Dhe një ditë, ndoshta jo shumë larg në të ardhmen, ne do të shikojmë mbrapa në këtë moment dhe do të habitemi se si nuk e kuptuam më herët. Por deri atëherë, ne vazhdojmë të eksplorojmë jo. Ne vazhdojmë të pyesim. Ne vazhdojmë të kërkojmë përgjigje. Sepse kjo është ajo që na bën njerëz. Jo aftësia për të gjetur përgjigje, por guximi për të bërë pyetje. Jo dyturia që kemi, por kurreshtja që na shtyn përpara. Jo siguria, por gatishmëria për të pranuar se ka shumë që nuk e dim. Dhe ana e largët e hënës, me të gjitha misteret e saj, me të gjitha anomalitë e saj, me të gjithë historinë e saj të pazakont, është një kujtese për sosul e kësaj të vërtete. Ajo na tregon se universi është më i çuditshëm se sa mund ta imagjinojmë. Ajo na tregon se ka ende shumë për të zbuluar. Ajo na tregon se udhëtimi i njohurisë nuk përfundon kurrë. Dhe ndërsa vazhdojmë këtë udhëtim, ndërsa eksplorojmë jo më shumë, ndërsa mësojmë më shumë, ne do të zbulojmë se çdo përgjigje që gjejmë hap dyert për pyetje të reja. Çdo mister që zgjidhim zbulon mistere të tjera. Çdo zbulim na çon në aventura të reja. Dhe kjo është bukuria e shkencës. Kjo është magjia e eksplorimit. Kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të shikojmë lart në qiell, të pyesim pyetje, të kërkojmë përgjigje. Sepse atje lart, në atë hapësirë të pafund, në ato trupa qiellor që orbitojnë në heshtje, në ato procese që ndodhin në shkallë kozmike, qëndrojnë përgjigjet për pyetjet më të mëdha që njerëzimi ka bërë ndonjëherë. Nga vin, si u formua bota jon? A jemi vetëm në univers? Këto janë pyetje që nuk mund t'u përgjigjemi plotësisht ende, por çdo ditë që kalon, çdo mision i ri që niset, çdo zbulim i ri që bëhet, ne afrohemi pak më shumë me përgjigjet. Dhe ana e largët e hënës, ajo pjesë e fshehull që ne nuk mund ta shohim nga toka, është një pjesë thelbësore e këtij udhtimi. Ajo është një dritare në të kaluarën që na tregon se si arritëm këtu. Ajo është një laborator që na lejon të studiojmë procesin që formuan planetët. Ajo është një kujtesë se ka ende shumë për të zbuluar. Pra herën tjetër që shikoni hënën në qiellin e natës, kujtoni se ajo që shihni është vetëm gjysma e historisë. Ana tjetër, ajo që fshihet nga shikimi juaj, mban sekretet që mund të ndryshojnë kuptimin ton për vendin ton në univers. Dhe ndoshta, kjo është mësimi më i rëndësishëm që mund të marrim, se ka gjithmonë më shumë për të parë se sa ajo që shohim në shikim të parë. Se ka gjithmonë më shumë për të kuptuar se sa ajo që kuptojmë tani. Se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar se sa ajo që kemi zbuluar deri tani. Universi është i pafund në kompleksitetin e tij, dhe ne, si specie, jemi ende në fillim të udhëtimit ton për ta kuptuar atë. Por çdo hap që marrim, çdo zbulim që bëjmë, çdo pyetje që përgjigjemi, na afron pak më shumë me kuptimin e plot. Dhe një ditë, ndoshta jo shumë larg në të ardhmen, ne do të shikojmë mbrapa në këtë moment
dhe do të shohim se sa larg kemi ardhur. Por deri atë herë, ne vazhdojmë të shikojmë lart, ne vazhdojmë të pyesim, ne vazhdojmë të eksplorojmë jo, sepse kjo është ajo që na bën njerëz, kjo është ajo që na bën të veçantë, kjo është ajo që na jep kuptim. Dhe ana e largët e hënës, me të gjitha misteret e saj, me të gjitha sekretet e saj, me të gjithë historinë e saj të mahniqme, është një ftesë për të vazhduar këtë udhtim. Një ftesë për të eksploruar, për të zbuluar, për të kuptuar. Një ftesë për të qenë pjesë e diçkaje më të madhe se vetja jonë. Një ftesë për të qenë mënyra se si universi, pas miliarda vjetësh, përpiqet të kuptoj veten. Dhe kjo, në fund të fundit, është përgjigja për pyetjen me të cilën filluam. Çfarë fshihet në anën e errët të hënës? E ardhmja jonë, zbulimet tona, kuptimi ynë. Dhe aventura vazhdon.